Shikues të televizionit të shtatë dhe të gazetës nacionale, mirë se vini edhe në një epizod të emisionit Point of View, POV nacionale. Kjo javë ka qenë me shumë ngjarje që shpjethoj në Big Brother, ka pas shumë dinamika. Prime i Zot është. Na pret një prime i Zot. Dhe është prime i Zot. Kështu, o qanë na para se me bo këtë farë rregullimin e emisionit, pak para se me hi në zgjerim, e pom që Kesko ka kërku me ngritë sërish çmimi i rrymës. Po, 21%, 21.4% ke propozimi i Keskos për me shtrejtu çmimin e rrymës. Do më thonë nëse e ke pas 100 euro faturën muj deri tash, me sto rritje që e mbu, tash vjen 121 euro e 20 cent që tu. Po qanë është tira e tretë, mos gabofsha, në një periudhë kohore prej një viti që është duke u miratu rritja e çmimit të rrymës, plus kjo kërkesa e re që ende nuk është miratu, sepse do të më shku në 0E, edhe siç ndodh zakonisht se mos të bom kishë nuk po i dim gjërat, procedurat, propozimi vjen për 21%, edhe miratuhet një 15%. Që 0E me thonë, a peshena e ullëm. Po. E ullëm propozimin fillestor. Edhe Kesko i ka mësu dresnit kështu, atin, do më thonë, propozimet vinë me do farë shifra. I ka zbulu. Po, i qojnë do farë shifra për shamull 20%, tani vinan 20%, atin gjithmonë pullet pak. E mojnë menë që anë kur ka qenë opozit kryeministri Kurti, me një fjallim tina fantastik, në fakt, në atë kohë, thotë që atëherë kërkuaj që shto rritja çmimit të rrymës, por shumë pak në krahasim me tash, edhe shumë çmimi ka qenë shumë i ulët në krahasim me tash, po kërkohet një rritje të çmimit të rrymës, edhe Kurti Oshan thotë qysh thot ka mundësi që qeveria nuk e ka para po këtë situatë. Se është është shumë lehtë e parashikueshme rritja e çmimit të rrymës, madje nuk do të jesh as ekonomist me master. Mjafton të jesh ekonomist me bachelor, që ta kuptosh se po vjen rritja e çmimit të rrymës dhe ti si qeveri ta parandalësh. Qëra, në fakt ka pas drejt, paka shumë, do më thonë në mënej si një 70%. 80% ti e parashikon sepse nuk jena të folë për situata e emergjente. Jo, që parashikon i kje dhe levat parandaluse, ti si qeveri, nëse investon, nëse... Po, do më thonë krejt mos investimet, kundërshtimi investimeve, krejt na kam prunë në si situatë. Po qanë se rritet kosto shumë, është e vërtet që rritet shumë, edhe konsumi po rritet shumë, po pastaj kush me pagu atë konsum, me pagu qytetarët. Alternativa e këtë kësoj, kish pos me qenë një termocentrali i ri, një projekt i ri, po për ato do... Që në atë ko u pat propozu në faktu kundërshtaj ke fuqishëm, do më thonë. Prej Kurtit edhe tash nuk po mundet me umojt me qëtu të ardhura që i ka, hajde qytetarëve me rrit vazhdimisht çmimin e rrymës. Qëra, rrjedhimisht energjia elektrike, shtrejtimi i energjisë elektrike po bën dëm, do më thonë, dëm është zinxhiror. Qashtu, sepse gjitha hallkat e shësnis po preken. Prej kur janis, do më thonë, edhe kafja shtrejtohet, buka, prodhimi bëhet më i gjithçka do më thonë që punon, që shfrytëzon energji elektrike, normalisht që rritet kostoja e prodhimit. Rrjedhimisht po rritet edhe inflacioni, që polja nuk pe ka vlerën so e ka pas më herët, edhe kështu po hym me një farë çorsokoku kështu ekonomik, që zoti veç na losh. Është mirë tash për shembull rritjen e rrogave, me bu në kuadër që sajna. Inflacionit. Jo kodër, po me mujtë me këcy përmi, se veç me bon kodër të sojna për rrimin e ven. Jo, menova me shkuna që shtu me zërejnë. Për shumë nëse meret vendim u rrit 21%, 21% më të rrit edhe rroga me s'mendjet i fort dallimi se shumë shpesh, është tepër e shpesh. Jo, bëja e gale për në me është pak shqetësuese kështu të e marë parasysh. Po qanë veç me një protest një jetë kom dollë, kur s'kom dollë protesta, në kësi farë demonstrime qytetare, mësa tash veç në protestën e fundit që është organizu për shtrejtimin e çmimit të rrymës, ku marrë pjesë në protestë. Ujime, edhe në veç me një protest, ku marrë, do më thonë pjesë, ka qenë veç që kjo në shesh që ka qenë e organizume. Edhe kur do që organizohet edhe protesta për që të 21%, bëhet e dyta, protesti merë pjesë, sepse është çmimi i rrymës është u rrit në nivele. Tash ato dikush ka me të komentu, ka me thonë, a ke marrë pjesë të natë. Një popull si në shtot një njeri, ja s'ka marrë pjesë në asese. Jo, për privatizimin e Kecit.
Thojna e dole dhe ato. Ja, dhe në Po jo, fillore ka. që kjo në shesh, në mos gabofsha nuk ka pas parti politike që e ka udhëheq. Jo, protest tipike qytetare. Kjo është parimi i parë, kështu që unë mendoj se do të me pas, edhe tani parti politike mund mu bashkanxhit, po do të me qenë bashkëpunuese, po jo organizatore. Okej, Oçan nuk patëm sot kohë edhe nuk ke çështja për me i pyet zërrejnë sa kanë me pranu këtë propozimin e Keskës, mirë po gjatë javës besoj që do të me po cilë është qëndrimi i zyrës së regulatorit, të cilën e monitoron Kuvendi i Kosovës, por është organ publik, se tek e fundit Kesko mundet me lypa 800%. Normal. Po janë dhe organe publike, cilat do të një përgjigj qytetarëve. Po, mos të harrojna me cek, është shumë e rëndësishme, do më thonë që në arsyetimet më të shpeshta, që u rrit çmimi i energjisë elektrike, do më thonë vendimin zërreja ka marrë në bazë të asaj, sepse gjithmonë ka pas ankesa që po duhet me importu shumë rrymë, shkaku që Keko nuk ka mujt me i furnizu, me prodhu, do më thonë as sa ka qenë kërkesa edhe as sa ka qenë planifikimi. Do më thonë shumë e rëndësishme nëse ti thu kam i prodhu 1000 megawatt, shembull për marr, edhe ti mi prodhu veç 600. Që është do më thonë të regën për një kes menazim, që du tani është 120% faji i qeveris, i menazmentit, i gjithë shka edhe... Po kuptuat që është një farë mungesë strategjisë, po nuk jam shumë i thirrur që tem me ditë saktësisht çka ndodh, po për ato që jam pak nashta më i thirrur është për gjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit, Nenad Rashid. Tash një pyetje para se me hitet që gjykata kushtetuese diçka të rrymë asun afshton, a? Ja sun afshton. Okej, gjykata kushtetuese atë skopun. Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka nxjerr këtë mërkur aktgjykimin në lidhje me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit të komunitetit serb, Nenad Rashid, të cilën e ka cilësuar edhe ka vendosur se ishte antikushtetuese. Do të thëni ju pse ishte antikushtetuese apo. Në kushtetutës që se kjo ka qenë si më thonë shkelje kështu patriotike e kushtetutës edhe jo veç nga vetëvendosja, po edhe nga LDK-ja. Pra, lidhja demokratike e Kosovës ka ra në shantazhin patriotik të Dejona Mihajlit edhe të vetëvendosis. Çka kanë bo këta? Në kushtetutën e Kosovës, edhe për me kuptu kushtetutën e Kosovës, na jena shtet i ri qanë, veç një 18 vjet na një ndërkombëtarisht kushtetuta. Tash për mja shpjegu njerëzve sa është e rëndësishme kushtetuta, kurti njëherë pa thonë kështë. Kush e thënë pa thonë ligjin është kriminal. Kush e shkel kushtetutën është super kriminal. Pse e pa thonë që të sen kurti? E pa thonë sepse me drejt, sepse qytetarët nuk e kishin shumë parasysh e pa shkel kushtetutën nëse s'gaboj një vendim i Isa Mustafës, ose Hashim Thoshit, ata qytetarët e mishin sikur hajtë se kur gjë kushtetuta. E kurti do i kemi ju tregu njerëzve që hej, me shkel kushtetutën është akti ma kriminal që mundesh me bën në Republikë. Po sa herë kanë shkel vetëvendose, e kanë shkel vazhdimisht. Edhe njerëz janë të ja fol, por nuk do të më ja fol, edhe LDK-ja ka rënë që të shantazhin kushtetues pse? Se u kon shumë e qartë çan. Nuk u kon se ka do çështje që janë interpretuese, interpretative, kështu në ligj, edhe që janë mundesh me interpretu kështu ashtu, mirë po te puna e nënkryetarit serb çan. Në kushtetutë shkruan decisivisht. Nënkryetarin nga komuniteti serb e propozon shumica e deputetëve të komunitetit serb. Në rregull, shkruan në kushtetutë. Në rregullorët e Kuvendit. Edhe në rregullorët e Kuvendit. Tash, te rregulloria e Kuvendit, para prokë kur ka qenë PDK-ja në pushtet, ose LDK-ja që e kanë shkruar, në rregullore ka shkruar që duhet të zgjidhet njëri nga anëtarët e komunitetit serb, veç kaq. Në rregullorën cilën e ka shkruar vetëvendosja. Rregullorën që e ka shkruar vetëvendosja, që e ka votuar vetëvendosja të Kuvendit shkruan nënkryetari i komunitetit serb propozohet, sepse kanë marrë prej kushtetutës, propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Veç e kanë marrë e kanë qitë në rregulloret Kuvendit. Pra lëvizja vetëvendosje me dorë të veten e ka shkruar decisivisht që i takon shumicës së deputetëve serb dhe kanë mri mja përkthy që të LDK-s me shantazhu një gazetar, shoqëni civile, kushdo, që ka thonë fjalin që e ka shkruar vetëvendosja, që shkruan kushtetutë, kanë mri mi mon një shantazh politik,
edhe LDK-ja me çu dorën atë në mënyrë kundërkushtetuese, sepse çka ka ndodhur në atë të kuvendit, e mojnë shumë mirë, Dimal Basha, kryetari i kuvendit, e ka propozuar vetë Nenad Rashiqin. Dhe çfarë shkorje ka bë, kushtetuese edhe të rregullorës. Ka thonë këta nuk kalun, unë e propozoj Nenad Rashiqin, u dol Nenad Rashiqi i ka marrë vota të bënë në kryetar. E moj men se na jena konë të e përcjell në teren, do më thonë... për çka ka bë... për kuptoj saktësisht, do më thonë te e ke shkrujt që kjo është qështu, shumë mirë, sipas kushtetutës, edhe tani Jesu e ke bu komplet të kundërtën, tu e ditë, do më thonë që LDK-ja nuk mundet për marrë shembull me thonë jo, s'pe votojnë, se tani ti thu... Edhe me argumentin se lista serbe është organizot terroriste edhe nuk i ngëm veç pak. Stash që të është, si me thonë, tradhtia që ja ka bën lëvizja vetëvendosje, idesë cilën e ka prezantuar më herët që ka qenë socialdemokracia. Socialdemokracia ka qenë shpjegimi i vetëvendosjes, cilën edhe unë e kam dashur dhe ka dashur shtetarët, ka qenë se kur të vjen një parti politike në pushtet, arrin me i reformu organet e pavarura në atë formë që organet e pavarura punojnë drejt, mirë edhe ne ju besojmë atyre. Kjo është demokracia. Tash çan do kush janë këto organet e pavarura? Janë gjykata, janë prokuroria, janë etj. Tash nëse lista serbe është terroriste, janë çto organet që e përcaktojnë, edhe nuk vjen në kuvend, sepse kur vjen në kuvend ose shantazhi që i bën gjykatës kushtetuese, pse gjykata kushtetuese e boni këtë gjykim. Gjykata kushtetuese e merr Londën e shqyrton nominalisht. A është shumica e deputetëve të komunitetit serb, lista serbe në këtë rast? A është faktikisht? Është. A ju takon atyre propozimi ju takon. Nominalisht që shkruan. Tash pse lista serbe më rrini deri në kuvend? A mundet më nalë mësë më rinë kuvend dhe përcaktojnë qëto organet e tjera? Që në gjykata, që në prokuroria, policia. Këta kam pas arbër, kam pas raste, e ti nuk e më rimi reformu qëto organe, se i ke shkru ligjit gabim. Unë e mojnë menë, kër e kanë shkru ligjin për këshillin prokuroria, lokon veç projekt ligj. Dhe projekt ligji nuk i nënshtrohet as gjykatës kushtetuese, as kuqës është propozim ligj. Ose projekt ligji për Byron e Konfiskimit Pasurisë. Na, disa prej shoqënisë civile, kështu që merrem me këtë punë, i thëshim lëvizjes vetëvendosje Albolena Haxhiut. Nenin 4, nenin 2 e ki gabim. Nuk e kim përputhje me kushtetutën, nenin 6 e ki gabim. Merre përmirësoje edhe ky ligj kalon edhe reformohet Këshilli Prokurorial, bëhet byroja, ata thoshin jo, ç'është po lojmë. Atë nuk dishin, nuk bashkëpunojshin. Unë mendoj se paraprakisht e din çka bjen, domethënë e din që gjykata kushtetuese vendos kundër asajna, sepse jo që gjykata kushtetuese nashta e shikon kush e ka squ ato, se gjykata kushtetuese e ka konstatuar dhe shkelën në Severin Abdullahutit. Gjykata kushtetuese e ka rrëzu Severin Abdullahutit. Gjykata kushtetuese e ka rrëzu Bexhet Pasullin për presidentit. Tash çfarë du me thonë është se atëherë gjykata kushtetuese kanë shumë e mirë, edhe kanë super kriminal Abdullahuti, Bexhet Pasullin, edhe të marrim shembull. Po që i kanë shkel. Fatmirë se diun e kanë rrëzu. Tash po duhen ana me thonë se këta janë super kriminala dhe Dimal Basha më dal me thonë gjykata kushtetuese ka marrë vendim, domethënë gabim. Ka gabu gjykata kushtetuese se Dimali e din pak më mirë si çfarë pune. Çfarë do të thonë te lista serbe? Nëse lista serbe është organizat terroriste, është parti terroriste ose drejtohet për terroristëve asado. Qytetarët duhet me kuptu që janë organet e sigurisë cilat e përcaktojnë, e dëshmojnë edhe janë organet e pavarura, janë policia, OKI-ja, gjykata, do më thonë ku mundet, edhe Xhelal Sfejs ka mujtë me bu këta, janë shpall disa organizata në veri, janë shpall terroriste fix pasi që i kanë gjetë dëshmit që janë të lidhur me terrorist, edhe po cënojnë rendin kushtetues në Kosovë. Mundini me lyp që kanë pas emrin... Brotja civile dhe brigada e Beriut. Qështu e urës rrojët e urës, që shtu e ka pas, njëjtë ka mujtë më shpall edhe lista serbe, nëse këta e këshin gjetë faktet, që do më thonë lista serbe është duke i drejtu për shembull prej. Sepse po. Edhe që ta ka mujtë me bo. Do të më njek një farë rendi i gjërave. Mos të harrojmë, këta ka mujtë me bo Ministria Punëve të Jashtme, ka mujtë me bo Ministria Punëve të Brendshme, cili do institucion që i kish pas vullnetin me bo, kish mujtë me bo.
mos të harrojmë gjatë qiti mandatit, që këta i akuzojshin gjitha partitë politike për lidhje me Serbinë, me listën serbe, neve gazetarëve, do më thonë, unë e moj men që pjesën e organizatat që e kom thonë një herë edhe mu pa të ngjujt, kështu që unë e pedu listën serbe si sene. Në fakt, nuk e votoj, as nuk e du as kur gjë, do më thonë, jem pjesë e kushtetutës e kanë drejt me vetë. Qa po du me thonë është, paramendoj do më thonë, në qitë shantazhin që e në ato e full, kanë mujt me ndërmarë masa, me ndërmarë hapa edhe me u shpall terroriste edhe lista serbe. Nuk e kam bu, po në KSZ që ishin Sami Kurteshin, Alban Krasniqin me folë për listën serbe, kur e kam pas mundësin me shpall terroriste. Me kriju që të farë shantazhin publik. Edhe visë duhet mos me harru qytetarët se gjatë këtyre viteve që u bëj kjo luftë, që e shpallshin për shembull Arbrin bashkëpunëtorët e listës serbe e këto, gazetarët, shoqërinë civile e gjithçka tjetër, kanë dalë edhe përgjimet e Mimoza Kusarit duke u koordinuar me Milan Radojčićin. Që kjo është pse s'duhet me ra kur në shantazhin patriotik. Domethënë nëse ti fol me Radojčićin, jeni ju që ata tradhtarë që jeni të bu, sepse si në të folë azyrtarisht as publikisht. Nuk e kam dorë unë policin, po e keni jo. Nuk e kam dorë unë me reformu këshillin prokurorial, po e keni jo. Nëse reformoni, i zëni, i lidhni këta deputet cilët mendoni që janë terrorista, është dorë t'juj, nuk është dorë tu. Po dhe na nuk jena shteti. Do më thonë na jem... Po, e njëjta ka qenë, si me thonë, për komunat në veri të vendit të qanë, ku atje u mbajtën zgjedhjet lokale, edhe në pushtet sërish erdhen kryetarët e listës serbe. Mirë po, për me tregu kështu se në tash nuk mujna me apelu shumë të qytetarët serbë, se nashta nuk në ngojnë emisionin, po për mos me shfajsu, si me thonë, as listën serbe, mos me shfajsu, po qëllimi i tyre është i qartë. Simon, qëllimi i tyre nuk është me qeveris, me popullin serb atje. Qëllimi i tyre vazhdimisht është hakmars ndaj Republikës Kosovës, ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Ta zonë, veç tash që morëm pushtetin në Mitrovica të Veriut, nëse s'ga bëj, gazetarja jon Eriola Coca e ka bën një video se si kryetari i ri i Mitrovicës së Veriut, i cili vjen nga lista serbe, ka fillu një farloj pastrimi ose shkarkimi të shqiptarëve cilët kanë marrë pozita në qeverisjen e mëhershme. A dëgjojmë këtë storje të gazetarës Eriola Cocaj. Komuna e Mitrovicës së Veriut ka filluar një fushat të largimit nga puna të personelit shqiptar në administratën komunale. Me instalimin e pushtetit në këtë komunë, lista serbe ka filluar qërimin e hesapeve me zyrtarë shqiptar që janë punësuar në vitin e kaluar përmes një procesi publik dhe transparent. Gazeta Nacionale ka siguruar 3 vendime të kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Milan Radojčić, për largimin nga punat e 3 shqiptarëve. Këto vendime po konsiderohen të palegjshme, me qenë se zyrtarët në fjalë ishin të punësuar në zyrën për komunitet dhe kthem sipas procedurave ligjore. Dënsa ata janë punësuar për një proces të rregullt në arsyetimin e vendimit, pretendohet se në procesin e rekryetimit të zyrtarëve në fjalë nuk janë respektuar procedurat ligjore. Në vendimin për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës për zyrtarin me inicialet TK, thuhet se me punësimin e tij është të cënuar përbërja e zyrës. Bazuar në vendimin e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut, kjo është të përcaktuar qartë se kjo zyre përbën nga 7 zyrtar, prej të cilëve 3 nga komuniteti shqiptar, 2 nga komuniteti bosnjak, 1 nga komuniteti turk dhe 1 nga komuniteti serb. Si edhe përgjegjësi zyre duhet të jetë nga komuniteti shqiptar. Pra në rastin konkret është të konstatuar palegjshmëria e aktit të emërimit për nënpunësit civil, thuhet në arsyetimin e vendimit. Të njëjtin arsyetim janë përmendur edhe në vendimet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për 2 zyrtarë tjerë, të cilët kanë inicialet AS dhe RU. Këto vendime po konsiderohen të palegjshëm dhe diskriminuese. Avukati i zyrtarëve të shkarkuar, Alban Krasniqi, ka thënë për Gazetën Nacionale se personat në fjalë janë larguar nga puna pa asnjë arsyetim të individualizuar ligjor.
Burimet brenda kësaj komune i kanë thënë gazetës se priten edhe largime tjera. Komuna Mitrovicës së Veriut për më shumë se 2 vite është udhëhequr nga ish-kryetari Erden Ateq, i cili përfaqësonte lëvizjen vetëvendosje. Pra po dyshohet që kryetari aktual i Mitrovicës së Veriut në mënyrë antiligjore është duke i shkarku disa prej shqiptarëve që janë punësuar në komunë, po e mira e kësaj është që apet po kthehemi te strukturën që do të menjek të rendin e gjërave, që këta të përfshimit të dëmtuarit në këtë rast që pretendojnë që janë dëmtuar kanë marrë avokatët që janë. Në një artikull i patëm pretendimit të avokatit, edhe kjo çështje ka më shkuar në inspektorat punës dhe në gjykat, edhe jemi këtu me raportu sigurisht që këto shkelje ligjore që po i bën kryetari i Mitrovicës së Veriut kanë mu evidentu edhe këta kanë me fitu të drejtën e vet. Përpos kësaj, qysh e kemi cek edhe në emisionet, në epizodat e kaluam të POV Nacionale, Eriola Caca është gazetare prej Gazetës Nacionale që i përcjell edhe seancat gjyqësore. Këtë javë e ka përcjell edhe seancën gjyqësore që u mbahet ndaj Naim Murselit, ku i dyshuar bashkë me Granit Plavën dhe Kushtrim Kokallën janë për organizimin dhe vrasjen e Liridona Ademajt, që ishte njëkohësisht bashkëshortja e Naim Murselit të dyshuarit kryesor në këtë rast. Po e ndjekim storën e pastaj i marrim edhe disa informacione të shkurta prej Eriolës që ka qenë non-stop në zhvillimet e kësaj ngjarje edhe çka ka ndodhur deri më tash nëpër seancat gjyqësore. Marrëdhënia ime me Liridonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Liridona është kanë një grua mrekullueshme, një nonë shumë e përkushtuar dhe një bashkëshorte e devotshme. Na kemi jetuar në Suedi, nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje apo diçka të tillë. Çdo gjë ka qenë në rregull mes neve. Siç e ka thonë edhe dëshmitari Kanon Kokalla edhe vet Leonardi, se asnjëherë në jetën time larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka të tillë, ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë. Po thuaj se çdo shtetas i Suedis ka policë sigurimit. Po. Edhe shtëpiak, edhe jetësor. Në këtë rast edhe unë e kam pas të njëjtin sigurim siç e ka pas Liridona, e kam pas edhe unë. Të njëjtin shumë, është këtë si gjë normale me pas policë sigurimit. Si çdo çift, nuk them që martesa jonë ka qenë pa asnjë grindje ndonjëherë, por jo deri në ftoje të marrëdhënieve, do thotë ka qenë çdo gjë në rregull. Sa i përket marrëdhënieve me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, unë e Granit Plavën atë ditë që u shfaqën ato video, është hera parë në jetën time që kom nejt me Granit Plavën vet, pa Kushtrim Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me Kushtrim Kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Plavën, nuk janë jo as prindrit, as motrat, as vllaznit, as ajo arme është blerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim përshitje nga ona e Granit Plavës. Sa i përket armeve, ashtu siç ka deklaruar edhe baba im, unë kurrë nuk i kam dashur armet. Edhe Leonardi mundet me vërtetu që asnjëherë nuk më ka pa me arme ndonjëherë. Edhe e din shumë mirë edhe Leonardi që asnjëherë s'kom qenë interesuar pas armeve. Por atë natë me 29 nëntor, unë kur kom shku në Etnokuqa, do të thotë, unë nuk e kom pa Granit Plavën asnjëherë, as në restorant, as jashtë restoranit, dhe ajo video që ishte ajo s'ka asgjë lidhje me ndonjë shenjë apo diçka, është komplet absurde. Ju me këtë akuzë akuzoni se keni pas një marrëveshje me 2 akuzuar tjerë me privu nga jeta të ndjerën. Larg qoftë. Çka kapi kësaj çështje? Mos çfarë shpjegimi ki? Përgjigjja ime është nuk ka asnjë marrëveshje, as paraprak, asnjëherë nuk ka marrëveshje për me vrarë Liridonën. 500 metra, po para se me mritë shtëpia, do të thotë, pa pritmas nga una e majt e ime, nga therrat, apo si më quajt ato, del një person i maskuar në mes të rrugës, duke drejtuar armën në drejtim tonin. Liridona thotë, ku hajnat apo hajni, nuk e di diçka kështu. Unë e ngadalsoj, i çoj durt këtë kohën kështu, e nali makinën, i çoj durt këtë kohën. Personi maskuar
afrohet do thotë ishte në mes edhe vjen te drejtarja ku ishte Lirdona ullur. Lirdona e hap drejtaren se unë kisha paret në xhep sepse kulet nuk komojt kur. Ato ja dhon, ai e zgat dorën edhe i merr ato telefonin tem, paret. Jo, m'fal. Telefonin jo, paret edhe telefoni ja jep Lirdona dvetin edhe paret. Unë kom mendu që grabitja po bëhet për vetur, sepse mu, si që thash, më doli një person për pare, nuk ka qenë i parkum automjetit e tij apo diçka që unë e kom pa që është me makinë, unë e kom mendu që po grabitet vetura. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kom dalë prej veturës. Kur kom dalë nga vetura, e kom hap derën e fëmijëve, derën e kerrit të fëmijëve, fëmija kanë ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Tu mendu që kur të largohem unë, ai lëshon rrugën prej Lirdonës edhe del e merr kerrin. Kjo ka qenë mendimim, se pas vetëm disa sekonda, kom dëgju krismën, mu ka ndohë si 2 krisma në atë moment, dhe kom mendu që është po shtën drejtim timin, tonin. Dhe nuk kom guxu më kthy mrapa, kom vazhdu me ngajt me fëmijë, dhe kur po shoj, do thot pas disa sekonda prap, e kthej kokën mrapa, shoh se nuk është Lirdona askund, dhe në atë moment vjen një vetura e zezë, ajo që ishte në pamje. Makina vjen në drejtim timin edhe të fëmijëve. Ishte shumë afër për me na godit. Nuk e dija humbi kontrollën apo pse, por ashtu ndodhi edhe vetëm i kum kap fëmijët, edhe në moment e ka kthy vollonën edhe ka vazhdu drejt, por në shpejtësi të madhe. I nderuar trup gjykues, unë në akt akuz akuzohem që e kum marrë me dorë gruan time momentin e saj të fundit të jetës. Unë ju betohem në 2 fëmijët që i kam. Ju betohem që në emër sele as në makinin nuk ka qenë në momentin kur është vrarë Lirdona, as unë as fëmija. Ju betohem, kjo është vetmja e vërtetë. Ajo që e thot prokurorja është shpifje. E pat prostorin prej seancës gjyqësore, po shkojmë tash tek Eriola për mja bot do pyetje rreth këtij rasti, çka ka ndodhur deri më tash edhe çka po pritet më ndodh, gjithashtu edhe rreth deklaratave të Naim Murselit në gjykatë. Siç e pat në storyn e Eriolës, ai tregon qysh kinse nuk ka lidhje me rastin, kinse po akuzohet vetëm pse ka qenë në veturë dhe pse ka mbajt ish bashkëshorten e tij Lirdona Ademajn në momentet e fundit të jetës. Hajde të shohim Eriolën, ç'kemi? 2 pyetje ose 3 kom shkurt. Rreth rastit Naim Murselit, seancave gjyqësore. Çka po ndodh deri më sot, a mundesh një përmbledhje të shkurt pak a shumë çka ka ndodhur sot në gjykatë, edhe siç e pam në story, ai po vazhdon me mohu për fshirjen e tij. Po thotë që kemi pas përballje me hajna. Po, sa i përket seancave gjyqësore së procesit gjyqësor të gjykatës themelore të Prishtinës, pas administrimit provave, sot kam vazhdu tek deklarimi të akuzumve, ku Naim Murseli që është edhe i akuzumi kryesor i rastit, sot e ka dhënë dëshminë e tij, i cili tashmë veç u ka përgjigj pyetjeve të avokatit të tij Shemse Dempirajt, i njëjti e ka marrë si një farë lloj instrumenti, mund me thonë, deklarimin e tij për shfaqsim. Po i njëjti gjithashtu me këqyrë nëse bazojmë pak me deklarimin në prokurori ose në polici të notës kritike, bjen në kundërshtim mjaftueshëm, po që është pjesë e prokurorës. Do thotë me deklaratat e mëparshme do fol. E sot në seancë ajo marrën pyetje veç prej avokatit të tij. Po, pasi që prokuroria kërkoi që edhe më ndërprej seanca, se tha kom shumë pyetje, pasi që e dim se në akt akuza i shumë ka rënë kundërshtim me ato që ka thonë, edhe sot ai e murë si shfaqsim ndaj tij, ku tha që janë përballë me hejna, nuk ka përmend ndonjë emën, që ka përmend kalumen, granitin ose kushtrimin, ai tha që ka pas marrëdhënie shumë të mira me gruan e tij, të kalumen kanë thonë që kanë pas probleme e tjera, ndërsa sot ai tha që bashkëshortja e tij tashmë e ndjera ka qenë një e mrekullueshme, ka qenë grua e devotshme. Ka pas veç fjalë të mira, domethënë për të ndjerën. Okej, Eriola, faleminderit shumë. Na kena më ndjek pastaj edhe seancat e tjera, edhe sa që të ndjek këto seanca prej afër, kemi më ardhur kështu, që qytetarët më marr sa më shumë informacione rreth këtij rasti. Faleminderit edhe një herë shumë.
Që kjo pra ke paka shumë prej Eriola Cacajt, kemi me i përcjell edhe seancat e tjera gjyqësore, gjithashtu du të me marrë parasysh që ndrimi i deklaratave prej atyre që keni thonë në prokurori, polici, edhe atyre që i thoni tash në për seancat gjyqësore, mundë me pas edhe pasoja juridike nëse faktohet që jeni duke mashtru ose jeni duke deklaru rrejshëm. Një instancje tjetër të drejtësisë cilës i ka dollë shumë punë kohëve të fundit është prokuroria. Prokuroria e Prizrenit fillimisht i intervistoi një 102 persona mos gabosha për manipulim me vota në numrim të votave. Mbi 100 persona kanë çfarë? Mbi 100 persona, prej tyre 22 janë të ndalum. Po, këtë javë zhvillimi i fundit ishte se u aktivizua edhe prokuroria në Gjakov. Prokuroria në Gjakov është duke i hetu edhe duke i intervistu të përfshirit, të dyshuarit se janë përfshirë në manipulim me vota, në numrimin e votave për kandidatët për deputet në komunën e Malishevës. Pra, me asë informacion sa kemi deri tash, për komunën e Malishevës janë ndalu 15 persona, ndërkohë që janë intervistu 58 persona, nëse nuk gaboj deri tash janë intervistu, atë dyshuar, sipas prokurorisë janë 68, mirë po një numër prej tyre nuk kanë mujtë me i marrë për shkak se dikush. Në Gjakov, po thuç kjo. Po, prokuroria në Gjakov, mirë po e Gjakovës e ka Po, në edhe kështu në juridikcion. një juridikcion e saj për votat e Malishevës. Po. Okej, sot ke lajmi se edhe grupi i dytë i të dyshuarve në Prizren, gjithashtu ja ka nisë me uftu, që bjen që hetimet veç janë të zëru. Në përkrejt Kosovën. Po, se kjo është lajmi kryesor është se koordinatoria, prokuroria që ka qenë koordinatore për zgjedhje, e dha lajmin këto ditë se hetimet do të zgjerohen bashkë në krejt Kosovën, në secilin komunë të Kosovës, në secilin ku rajon. ka pasur devijim edhe ku dyshohet se devijimi ka qenë i qëllimshëm. Po, sepse pat shumë, domethënë ka shumë kandidat për deputet cilë për shembull ju mungojnë vota në një komunë, e kanë fitu vota në një komunë tjetër, që i bjen një fare përfshirje në 2 rajone, në 2 komuna, ku do që i kanë gjetë lidhjet ose çka po di, domethënë prokuroria tash e zbulon çu ka shku në ashta rjedha. Qa duhet me cek edhe çka duhet me shpresu, është që mos me mbet veç në rrethin e mbikëqyrësve dhe komisionerëve që kanë qenë aty. Domethënë nëse arrin prokuroria me zbërthy dhe me zbulu që ka pas përfshirje. Ka qenë skandali më i madh në herën zgjedhje. Domethënë atë shkon edhe arritja më e madhe e sistemit drejtësisë sa i përket figurave publike, domethënë se zakonisht nuk ftohen direkt ose ndodhin kësi farë humorësh, sigur kryeministri që thej jo vjen prokuroria. Veç në këtë rast që janë me qenë se komisionerët dhe këta të intervistuarit, si më thonë e kanë fatin e tyne, në lojë është fati i tyre. Por nuk është më këtë puna... Që ta po thomë, se nëse ti i ke marrë 100 euro ose 200 euro, është diçka tjetër kur aty të thuhet që mundesh me i marrë burg një 3 vjetë, 5 vjetë, edhe do më thonë nëse dënë me bashkëpunu. Prandaj informacionet e prokurorisë mundën me shku deri te ata që e kanë iniciuar ose i kanë dhënë parë. Nëse dikush pranon me u kthy në bashkëpunëtorë të prokurorisë në rastet e tilla, unë mendoj se i shkon edhe arritje e madhe e prokurorëve me u kthy në bashkëpunëtorë sepse me të vërtetë Simon është fati i tyre tek e fundit dhe për të mirën e tyre. Domethënë unë mendoj se është personale do të më tregu se kush e inicoi. Se është edhe një fenomen shumë interesant se po lajthitemi nganjëherë kur po e shohim te kjo foqja e KQZ-s, për shembull për filan kandidatin për deputet e shet që i ka ndol veç minus 200 vota. Mirë po, kur e shet një komunë caktuar, ti e shet që me një komunë caktuar ka qenë si më thon minus 500 vota. Por pastaj të komuna tjetër, ja kanë vjedh dikujna tjetër, ja kanë vjedh këtij vota, të njëjtit ja kanë shtu dikujna tjetër. Ata sistemi po i balancon. Po i balancon, ai po del minus 200. Po këtu shtrëmbrimi i votës është, nëse është atje 200, këtu 500 në 700. Po të kuptoj. Do më thonë, për me spjegu edhe për ata si përna shohin, nëse dikush i ka 1000 vota minus, për shambull në Podujev, e i dalin plus 200 vota për shambull në Prizren, po e marrë shambull, atëhere i dalin 800 në totala. Po edhe nëse ndryshimi votës është 800. Po, se po e balancon vetë sistemi, kështu, se edhe KSZ-ja ka bu update gëza ma vonë, do më thonë. Se neve shpesher për na shkon kështu syni me po kush është mas shumë të minus, edhe sheti
se filan deputeti ka -200. Po ti kur e shek komunën specifike, prej kësaj vjajt e shek qaj -600 në Veç, komunëve. a e vrejtë një fenomen, do më thonë, që shumica e deputetëve kanë lidhje, do më thonë, me prizërimin. Do më Po, thonë, do më kanë vje, tash nuk e di ja kanë vje, dhe ja ka shtu dikush. Këta tani të shohim. Po, atë specifika është nësa i vjen prej rajonit të Podujevës, për shembull. Po. Në Podujevi ka një -1.300, edhe në Prizren i ka -500. Po, Nëse vjen për Ferizajt, Ferizaj i ka -100, edhe në... Gjithmonë e ka në komunën e vetë edhe në Prizren. Po, qashtë, do më thonë që shtu shkajke non-stop. Okej, a kemi histori për këto, apo jo? Jo, i kemi në fakt një video ku dy nga avokatët të intervistuarve në komunën e Malishevës e shprehen atë që e ditën në momentet kur i kemi intervistu. Tash nëse ndrën diçka deri ta transmetojmë këtë emision, ja transmetojmë atë që ka ndodhur, po deri tash dihet kjo që gazetarja Besor Tahuti i ka marrë në intervistë. Ta ndjekim. Bëjmë një proces hetimor që po zhvillohet në lidhje me dyshimin për falsifikim të rezultateve zgjedhore, mirë po megjithatë procedura është një fazë shumë të hershme të hetimit dhe informatat më të detajune besoj mund t'i siguroni edhe përmes organeve të ndjekjes. Klienti është në cilësi të anëtarit të komisionit. Do të thotë deklarata ati ka të bëjë me funksionin që ka pas gjatë procesit të numërimit të rezultateve, mirë po megjithatë informata më të hollësishme në këtë fazë të hetimit nuk mund të ofrohen. A dini se sa është numri saktë të ndaluarve sot për pos klientit tuaj? Nëse nuk jam gabim rreth 60. Veç edhe kështu mund të na tregu klienti uja ka thonë që e ka vrejt në i dallaver me vota ose që e ka ditë çka po bën ose kush përshtin votat në sistem ose çka ka thonë saktësisht për votat. Jo, sepse realisht kjo ka qenë përgjegjësinë e komisionerëve të qendrave të votimit. Megjithatë roli i klientit tim ka qenë në cilësi të anëtarit. Ne padyshim që kemi një garancinë të prezumimit të pafajësisë për gjithë këta që po hetohen. Mirë po megjithatë është do të thotë detyrë e prokurorisë të argumentoj këto pretendime për cilat edhe është iniciuar kjo procedurë. Ai thotë se e ka pas për detyrë, ne që informojmë me ati, ka pas për detyrë që të vetëm të lexoj vetë votimet dhe të caktoj se për kush përkend ka votu. Por që thotë evidentimi atyne deklarimeve të mia është bënë nëpërmjet kryesuesës së komisionit dhe thotë ajo nuk di çka ka shkruar, thotë ajo aty në procedurën e kompjuterit, për shembull, që ka evidentimin që ne ka bërë. Mirë, po çdo gjë tjetër ka qenë në vend. Sa përket anës atij, procedura me informoj juve çka ka deklaruar, që gjitha deklaratat në këtë mundësi me ndigju se nuk është të parapanë me kod ashtu. A i thotë çdo gjë që më thënë ka qenë në rregull, nivele unë nuk di si ka ardhur detaj. Për detyrë ka pas me përcjellësi. Edhe ato që kanë qenë dy përcjellësa. Përcjellësi i numërimit edhe përcjellësi i evidentimit nga ana kryetares së komisionit në kompjuter, për shembull në databazë, se kush ka cilat numra i ka fituar. E thotë mirë, po zakonisht gjatë ditës nuk ka qenë gjithmonë përcjellësi i kryesuesës për me evidentuar ato që ka ndodhur me kompjuter. Thotë tash që ka qenë një dobësi, mirë po, ta pas kanë pas të jushme që edhe 3 veta në komision mund me vazhdu me vëpu pas një pengesë. Okej, qëtu kënë deklaratat e avokatëve arbër, unë që ka muj me thonë është që prokuroria mundet me pas pak pun edhe në Gjiljan, prej vendit ka vim unë e ti, Anamoravës, po në ngusin ka pak, me qëtu dronat arbër. U bo do më thonë big deal, tem, të i ki afer, po më do dhe i ki edhe si kojship. Këtë tema e dronave u bo kështu shumë publike, mediatike, më the thash, dhe të e denë që në ku ka tem me interes publik, me zëspres, me shkruhe, me hullumtue, me ndjek. Këta herë s'ke shkruar? Jo, këta herë kom pezullu. Kalzëjo një herë
Qysh vjen që kjo? Po jo, unë e kom pezullu aktivitetin që tim, sepse konsideroj që e kom një farë konfliktit vogël interesi, dhe kur e shurtoj me veten që shto, vendosi mos me u përfshi, sepse pronorin, njonin prej pronorve, jo këtë Ridvanin, tjetrin, e kom mik, e kom shok. Po. Me cilin dolin bashkë kështu. Edhe, si me thonë, me atë sa njohin, për çfarë nuk du mu përfshin këtë. Se unë e njoh për njerin më të mirë në botë, për mu. Tashti, kjo temë që shkoj, ti ke dërgu pyetje, ke hulumtuar në rregull, unë nuk kum dasht, kum vlerësu që është se kemi na gjatë punës tonë gazetarisë kemi shumë dilema morale dhe etike. Më ndodh shpesh herë me pas si dilema. Njëna prej këtyre ke kjo. Kur unë vendosa thash më mirë është mos me u përfshi sepse më mos me qenë objektiv. Më me qenë subjektiv. Kështu që këtë temë e ke marrë ti, ja pa shojrin. Në fakt, qëre, çka më kanë shkrujt, do më thonë, prej komunës Zilanit edhe prej anës rajonit Ana Moravës anej, shumë njerëz i njohin, edhe i njohin si familje, do më thonë, nasni pik, nuk më imi paragjyku ose me i gjyku se çfarë karakteresh ose diçka janë. Unë du me kanë, do më thonë, ata djemë mirë edhe e besoj që të fare punë, do më thonë, abdin. Ama gjetjet e tua, çka të regull? Gjetjet, do më thonë, janë krejt diçka tjetër, jashtë kësaj, do më thonë që tani e bojmë pak pa besueshme, kom prit për me cek kështu, nuk jam lëshu në komente as në ditën kur u bë kjo e madhe, as nuk kom raportu kur gjë për këtë farë pune, do më thonë, kom nisë me raportu veç kur Ministria Mbrojtjes mi ka konfirmu disa informacione. Është mirë nështë tani herë me ndjek videon, edhe pastaj mu rikthy edhe pak me shtu prej asaj që ka thëmë në video. Pamjet po dalin që janë vjedhur nga një kompani kineze. Ministria e Mbrojtjes ka konfirmuar për nacionale se nuk kanë autorizuar kompaninë e Ridvan Aliut për prodhimin e dronëve të tillë. Çka thuhet në përgjigjen e ministrisë? Made in Zilan, përveç se natyrisht Made in Kosova. Droni Kamikaz K1 arrin shpejtësi maksimale prej 180 km/h e lartësi deri në 2500 metra, ndërsa skifteri arrin në 5000 metra lartësi, hapësirë operuese 20 km dhe shpejtësi prej 270 km/h. Kështu kishte shkruar në Facebook kryeministri në detyrë Albin Kurti me 8 nëntor të vitit 2025, pasi kishte vizituar kompanitë që po merreshin me prodhimin e dronëve ushtarak. Aty ishte pritur nga pronari i kompanisë Future Minds Academy Ridvan Aliu. Ridvan Aliu me 18 janar të këtij viti ka shpërndarë në Facebook një video duke thënë se janë pamje nga testimi i dronit Kamikaz skifteri K1. Ani pse mori vëmendje të madhe në opinion, një pjesë e videos rezultoi se ishte marrë nga një kompani kineze që prodhonte dron ushtarak kinez, ndërsa pjesa tjetër e videos rezultoi të ishte video tjetër e rregulluar në montazh dhe me efekte që bënin momentin e shpërthimit të dronit Kamikaz të duket sa më real e më dramatik. E shpresat që një kompani vendore ka nisur prodhimin e dronëve ushtarak i ka shuar edhe Ministria e Mbrojtjes. Në një përgjigje për Gazetën Nacionale, Ministria ka deklaruar: Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës, gjatë muajit tetor të vitit të kaluar, kanë zhvilluar një aktivitet të përbashkët të vlerësimit të individëve dhe kompanive kosovare që punojnë në inovacion dhe zhvillim të dronëve të vegjël komercial dhe atyre për përdorim të mundshëm për përdorim të dyfisht, civil dhe ushtarak. Në atë aktivitet janë vlerësuar inovacionet e disa inovatorëve të dronëve me helika rotor dhe jo dronëve me krah, fixed wings. Vlerësimi është bërë nga ekspertët e fluturakëve pa pilot të FSK-s. Në mes të inovatorëve të vlerësuar ka qenë edhe kompania Future Minds Academy, e cila është vlerësuar me çmimin e parë për prototipin e dronit me helika, jo të ndonjë lloj droni tjetër, pra as të dronit që është prezantuar si skifter K1. Pra Ministria e Mbrojtjes po konfirmon për nacionalin se kompania Ridvan Aliut është vlerësuar me çmimin e parë për prototipin e dronit me helika, por jo edhe dronit që është prezantuar nga Ridvan Aliu si droni Kamikaz skifter K1. Gjithashtu Ministria ka theksuar se nuk është përfshirë në asnjë testim të këtyre dronëve. Ministria e Mbrojtjes nuk ka qenë në asnjë mënyrë e përfshirë në asnjë testim të dronit të prezantuar si skifter K1. Bazuar në njohuri tona, asnjë nga institucionet e Kosovës nuk ka qenë pjesë e ndonjë testimi të tillë. Tutje, Ministria ka bërë të ditur se as ata, as KFOR-i e as institucionet e tjera relevante nuk kanë lëshuar leje dhe nuk kanë dhënë autorizime zyrtare për aktivitete të tilla.
Në Republikën e Kosovës, autoriteti për dhënien e lejeve të fluturimeve në hapësirën ajrore është komandanti i KFOR-it në bashkëpunim me Ashna dhe nuk kemi informacion se kompania në fjalë ka një leje të tillë. Ministria e Mbrojtjes nuk ka lëshuar asnjë leje dhe as nuk ka dhënë autorizim zyrtar për ndonjë aktivitet të kësaj natyre. Krejt në fund, Ministria ka thënë për nacionale se inkurajojnë dhe mirëpresin çdo inovacion teknologjik në fushën e dronëve që synon zhvillimin dhe prodhimin vendor në Republikën e Kosovës, përderisa janë në përputhje me legjislacionin në dhe standardet përkatëse. Si përfundim, i bie që kompania Ridvan Aliut nga Zilani ka mashtruar opinionin saj përket testimit të dronëve dhe prodhimit të këtyre dronëve ushtarak, pasi që të njëjtit nuk janë licencuar ose autorizuar për çështje të tilla. Qytetarët kanë rënë viktimë e pamjeve të vjedhura nga kompani kineze që Ridvan Aliu i ka paraqitur në Facebook, sikurse testimet të dronëve ushtarak të prodhuar në Kosovë. Ne kemi provuar nga Gazeta Nacionale të kontaktojmë edhe zotrin Ridvan Aliu, por i njëjti nuk ka kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit të kësaj video. Okej, ç'kjo është pak a shumë. Domethënë video ka rezultuar se është marrë prej një webi, prej një fasës zyrtare të një kompanie kineze që prodhojnë drona kinez. Tash ajo video domethënë sot as nuk më isha me zet më, nuk e di rrethonat pse është hek prej atij kanali në YouTube, por unë i kam dërguar pyetje edhe Ridvanit, domethënë për hir të korrekcisë, për me pas një version të tij, sepse mundet me pas diçka. A kishë marrë në emision Ridvanit? Po. Okay. Domethënë unë jam shumë pro Ridvani me kam këtu, unë hala vazhdoj me besu, domethënë që ka të rinj dhe të reja në Kosovë që kanë çka me dhënë në fushën e inovacionit. Mundet kanë erë njeri me radhe prej një farë çka po di unë entuziazmi e sa po di, po është mirë me kanë edhe me sharu, domethënë prej as deri. Po deri tash ti çka i ki ato kontaktet tua ki Ministrinë e Mbrojtjes, apo që ka thonë që për këtë kënjishë nuk din apo? Po, Ministria e Mbrojtjes domethënë ka thonë kështu, që këta kanë mbajtur një farë organizimi ku kompania e Ridvanit u vlerësu me çmimin e parë për inovacion, po e ka theksu që ka qenë për dronat me helika. Domethënë jo dronat me kratë që janë fixed wings, i thojnë domethënë kratë ngjitur, që janë kratë fiksuar kështu pas trupit të dronit. Faktikisht, Ridvani çka ka reklamu edhe çka ka promovu në rrjetet e tij sociale është që ta fixed wings, domethënë i kanë kratë e ngjitur për trupin e dronit. Tash, a është kjo domethënë komplet një herë një si prototip, ose çka do, ma të rëndësishme ju kanë deklaratat e tij, ç'kjo më ka bo ma shumë për me ndjek, pasi që i njëjti ka thonë që video që i kemi pa janë teste të klientëve të tij, edhe unë në fakt i kom nisë edhe pyetje edhe Ridvanit për me pa nëse një kompani kosovare ka nisë me prodhu dron në Kosovë edhe po i shet ato në për ushtri në për botë. Kjo i shkon një sukses tepër i madh edhe i shkon sukses për me duar Turqit. Jo veç na, po tani, jo veç kryeministri, po edhe na edhe krejt. Deri sot sharohen tash këto rrethonat, unë shpresoj që Ridvanit me ardhë edhe këtu edhe me dhënë një sharim për krejt çka ka ndodhur dhe mi paraqitur në çdo senet e mia, Ridvanit vetat, edhe i shkon mirë me u sarcu kjo, atë pse jo. Se kam bet pak si çuditshme këtë. Po, domethënë sepse postimet po vazhdojnë, adin përpos Albin Kurtit, i cili ka shkuar, ka vizituar dhe ka thonë se Kosova tash po prodhon, domethënë dron, Kurti më nuk u prononcu për këtë temë. Domethënë nuk e ka fol asnjë fjalë, as nuk ka thonë që pret një gabim jemi, nështë ta në kohë fushate, hajde okej, po ç'tash nuk është... As presidenti, ajo se ajo është... Jo, asaja nuk u prononcu, i vetëm njeri këtu që është prononcu dhe që kanë qenë tepër të çastshëm, nështë ta edhe prej pozitës që e kanë edhe kredibilitetin që e mbajnë si institucion, është Ministria e Mbrojtjes. Edhe... Ç'kam si përgjigje? Po, domethënë kanë qenë tepër korrekte, tepër të shpejt në përgjigje, duke e marrë parasysh edhe entuziazmin edhe sensibilitetin që e mur storja. Faktikisht edhe presidenti është komandant suprem i FSK-s, mirë po që janë në këtë vorbullin e çudirave që ndodhin në Kosovë, edhe të çudirave, po edhe ku jemi te presidenti, ishte një propozim i jashtëzakonshëm i zotri Sadi Ramabojës, i cili tha që presidenti i Kosovës
duhet me qenë katolik, si Po, pas ti. katolik edhe do Pse më thonë, katolik, e nguca Berati se thash mos rasisht po ta propozojnë ty emrin e po të votojnë. Duket e ka po një video, Berati. Po, e ka po një video, kështu se mujna me ndjek edhe pastaj mu kthy bashkë me story tjera, disa story hulumtuse dhe do tjera që kanë ndodhur gjatë kësaj jave, do më thonë, të rejat e fundit zhvillimet në Kosovë. Ta ndjekim njerë që ka na ka thonë Berat Buzhala. Do t'ishte Kënd do të dëshirë e ti të bëje? geostrategjik, politik, unifiku, se tjerë, Me bo një katolik, apo? një shqiptar Katolik. të besimit katolik. Pra, Rama Boja do një katolik president. Se ka e Qëto gjon. Mos llogaritnin mu, po ju kallzoj qëtë. Kam 100 punë të mia. Ja, s'moj. Okej, president katolik, o që ndoshte me kalu që tim si shpejt, po masi ky plajm do t'jeti gjatë, tha? Po, Dy emra dhe dy arsye, dy propozime nga komuniteti katolik dhe dy arsye për president. Dy emra, dy arsye. Jo Berati, se Berati nuk e pranoj. Qëra unë emrin, ta Hajde, në herë më shqyrmaj thoi, kemi si t'ju njekë. thëmë që e kam emrin Ocean, më thoi na je katolik. Kështu që kësha mujt, Jas mënësh. jo, Jas të dysh me... me në vis një herë me provuar. Ja, dy Që dhe vështjetë. ka i vis t'i qes kom dhe kjo në Hajde që ati propozojën e... Hajde ka Hajde një. emra tu? Unë të porin e kom Arianit Kuci. Okej. Arianit Kuci, që bile përshkrujmë qëtu se... Po. Arianit Kuci. Arianit Kuci është katolik, edhe kish mujt me qenë president Oqan, Po. sepse e votuajnë besoj edhe prej LDK-s, edhe prej vetë... Keti ka mbrojt. Po. Për keti ka posë rostë në gjykotë, Po, ka bërë po, LDK, po. PDK, vetë vendosin ato këto. Edhe shpesher, po. Ja dhe ko qef më po president, i shkënos. Edhe postimet në Facebook, kështu nuk i ka gjithmonë për një parti, adin si me identifiku shpesher bile tentojnë. Po, adin kështu, gjithmonë. Gjithë e ka dhe më Mëse ka thonë posë Adria për Arianitin, mëre? Nuk e di sa Adria mundet me di do sene. Veçë në kish posë qef Arianitin. Qa ke emri Ania di kish do posë lajle? qef, kalza. Nuk e di. Shumë. Vallaj nuk e Mi di. thonë, hajde po të bujna president. E di që e ka përmend për fshirën e politik, nuk hini në listat për kandidat për deputet. Edhe... Ku që propozimi jam i por? Okej. Tja kina i propozim. Jo, bre, s'pun kujtohet në shumë pak. Pse jo për shembull ambasadori Martin Berishaj? Qore pse, ta është kallë edhe pse, Martin... Ti për thu dytin s'ta? Po, Berishaj, a di pse? Hajde. Sepse Martin Berishaj është afru prej Kurtit, e nje personalisht Vjoza Osmanin, kur pat pas dyshime të përfshirjes së këtij në korrupsion, i cili është ambasador, u pat formu një komision hetimor në kuvend. Edhe në këtë komisionin hetimor ka marrë pjesë edhe partitë opozitare PDK-ja, Abelar Tahiri. Edhe kur vjen Martin Berisha në komision hetimor, Abelar Tahiri, në vend që me marrë në pyetje me rigorizitet, për që është... Me ashpërsi. Po me ashpërsi, e i qopet me Martin Berisha, një angrifotë shumë pak e... Të mund edhe kë është për një unifikus. Po. E LDK-ja sa po i kështu? Po e LDK-ja që ashtu si me të butë. Do më thonë është unifikus, Martini. Merë votë në PDK, merë në vetë vendosje, këta të guxohit kush janë Donika e këta edhe këta. Besoj që edhe Martini është i mirë, tani edhe kështu në animon pak në marrëdhënie ndërkombëtare se me Sloveni, me Serbi, me Kroaci, adin, kështu njuje me energji, me ka marrë pjesë. Edhe, qëre, qa du të me fasë një sheshere mon, kështu. Po. Edhe zotron Albin Kurtin, a ke bëhet që shedhe Albinit, që shet situtet, se na vini president. Po, e foto janë herë virale që e pat kap. Visar Kadrolli, fotografi nacionalës, krejt me nëshin, do më thonë si Martini është jam shu pak Albinit kishe adin. Që ashtu ka qenë pozicioni. Po, do më thonë që pat konë shkrepje në momentin e duhur, kështu. Nuk po më kujtohet, valoj në fare emri, do më thonë në shta për emisionin tjetër. Kërçuki Leonardi, është katolik? Nuk e di, vise edhe Leo ban. A është katolik be? A katolik është, a? Okej, a bëshe edhe Leo Leonardi si shkojnë studio, i shkojnë Donika, i shkojnë Blau, se kena me transmitu në të shtash, spikallzojnë e hes Leonardi, vislet e... Po, letë jasoj kështë të befasi, letë thojnë e, apo flitet emriot. është mirë na me hek dorë arbër, pësynë e emra pëse i përmenëm, asë një medium nuk mundet me u bazu në sta emra, se kjo është pun dëshira. Jo, propozimet mija. Po, muni me citu dëshira o. Po, i që i përpara. Okej, arbër,
Sa i përket që ty në... Presidentin e zgjedhëm, Leon. Po, që kjo u kry. Apo votoj. Po, Pelona Leon. 2 vota e na krejt. Po kthejmi pak të store qëto serioze paka shumë edhe qëto ullumtimet. Besarta Hoti, gazetarja e Gazetës Nacionale, e pat nis një ullumtim qysh vitin e kalum rreth keqpërdorimeve financiare që kanë ndodhur prej një qerdhe private, po e cila ka marrë subvencione të vazhdueshme disa vite prej komunës së Prishtinës. Pra ka marrë subvencione për me subvencionu disa fëmijë, të cilët prindërit e të cilëve kanë pas me pagu vetë gjysmë çmimi në qerdhe. Do të thotë gjysën e çmimit e ka subvencionu komuna, e gjysën tjetër do më thonë e kanë dhënë vetë prindërit. Po çka ka ndodhur aty, do më thonë prindërit e kanë pagu komplet çmimin, e subvencionet dikush po dyshohet që i ka keqpërdor, i ka shtin xhep, i kanë da çapo dione, do më thonë nuk besoj që këtë kjo ka ndodhur pa ditë hiç kërkush. Besarta ka bu disa storia e fundit është do më thonë që ish administratorja e qerdhës, e cila gjithashtu është në nënhetime bashkë me drejtoreshin e qerdhës e këto, jenë në nënhetime prej prokurorisë tashmë, e njëjta është i çu fëmijët prap, fëmijët e vetë në këtë qerdhe edhe po pagun me zbritje shkaku që po konsiderohet si punëtore. Në fakt ajo është pushu prej punës, prokuroria ka nis e kemi historin, po e ndjekim edhe po kthehemi te pyesim pak edhe Besartën çka ka ndodhur, sepse kur po ka storie një mas një, domethënë 10 raportime ose diçka që u ndjek hapasapi prej gazetarëve këtu, është mirë me i marrë edhe çështo në overall, domethënë në përgjithshmëri se çka ka ndodhur në rast. Po e ndjekim një herë storien e Besartës edhe kthehemi prap me pas se çka po na thot. Fala, mundemi veç me ditë cila është pozita juaj në këtë qerdhe. A jeni administratorja apo? Komuna kishte subvencionet të nkuan për neve, po faktikisht ato fare kanë shkuar gjep të tërkojnë. Për një vit që prokria themelore në Prishtinë ka filluar hetimet për skemen e mashtrimit në qerdhen Botanika në komunën e Prishtinës. Subvencionet që i lëshonte komuna e Prishtinës për këta fëmijë dyshohet se përfunduan në xhepat e zyrtarëve. Përgjatë vitit 2025, Gazeta Nacionale raportoi se si 339 fëmijë kishin figuruar në listën për subvencionim, ndonë se këta fëmijë nuk ishin qenë fare të regjistruar në këtë qerdhe. Por arsyeja se pse jemi sot para qerdhës Botanika këtu në komunën e Prishtinës, më saktësisht në lagjen Mati 2, është për shkak të një zhvillimi të ri. Ish administratorja e qerdhës Botanika, Qëndresa Makolli, e cila dyshohet se ka përpiluar dhe dërguar lista të dyshimta në komunën e Prishtinës, dyshohet se po vazhdon të gëzoj benefite jo meritore nga ky institucion, pavarësisht shkarkimit nga detyrat që një vit më parë. Sipas burimeve të nacionales, Makolli dërgon ende 2 fëmijët e saj në qerdhen Botanika, por dyshohet se nuk po kryen pagesën e plot për shërbimet e ofruara. Burimet thonë se ajo ka bërgj ndaj institucionit dhe se po përfiton nga një skem zbritje që i takon vetëm anëtarëve aktual të stafit të Botanikës, edhe pse ajo nuk është më pjesë e tij. Vetë qerdhja Botanika ka pranuar situatën në një përgjigje zyrtare për Nacionalen. Botanika në baza mujore ka faturuar dhe lëshuar fatura për zonjën në fjalë për shërbimet që përfitojnë fëmijët të saj në Botanika. Për pjesën e pakompletuar të pagesës, Botanika ka kontaktuar zonjën përkatëse dhe ka ndërmarrë veprimet të nevojshme ligjore. Lidhur me këtë çështje janë ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm ligjor dhe aktualisht procedurat përkatëse ligjore janë në vazhdim në përputhje me legjislacionin në fuqi. Për më tepër, burimet e nacionales kanë zbuluar se Makolli ka refuzuar të nënshkruajë kontratë të re me qerdhen për fëmijët e saj, duke krijuar kështu një situatë të paqartë. Ndërkaq prokria themelore në Prishtinë ka konfirmuar se është në dieni të rastit dhe se po vepron sipas kompetencave ligjore. Ju njoftojmë se për të gjithë personat që nuk kanë kryer pagesat përkatëse, prokurori i shtetit dhe hetuesit policor janë informuar dhe po veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre ligjore. Po ashtu, siç ju kemi njoftuar edhe më herët, prokurori kompetent me vendim ka angazhuar një ekspert të pavarur të financave. Gjatë këtij procesi do të kryen edhe ekspertiza tjera financiare për vitet paraprake, pa u kufizuar vetëm në vitin për të cilin dyshohet. Nga ana tjetër, përfaqësuesi ligjor i zonjës Makolli i ka mohuar pretendimet financiare.
Ashtu si që kemi njoftuar kopshtin Botanika, po ju njoftojmë edhe juve se e njëjta është duke kryer obligimin sipas kontratës në fuqi dhe se, lidhur me pretendimet financiare, ju bëjmë dije se prindrit kanë një kontratë ekzistuese dhe në fuqi, të cilën e kanë zbatuar në mënyrë të rregullt dhe të plotë. Çdo pretendim financiar që del jashtë kësaj kontrate nuk mund të prodhojë efekt juridik mbi prindin, nuk mund të përdoret si mjet presioni ndaj familjes, nuk mund të ketë ndikim mbi vijshmërinë e edukimit të fëmijëve. E për krejt këtë të lovi, Nacionalja ka dërguar pyetje dhe ka kontaktuar edhe tek drejtoria për arsim në komunën e Prishtines, por që të njëjti deri në publikimin e kësaj historie nuk kanë kthyer përgjigje. Okej, që kjo ke pra storja e Besartës për kopshtin Qerdhen Botanika. Hajde po shkojna deri te Besarta. Arbor, u myta tu t'lam vet. Po mund si që unë e bëj një emision temin po, kënej me... Po, nëse ati vet në ashta me bu që tu, se unë e man lëvizje, jam energjik, Arbor, të kom thonë. Te kësyrën Besarta, a është në zyre, qëre Besartën e kena sa tje, edhe në ashta ma detajisht nga të regën. Besartë që kemi? A mund është 2 minuta apo t'i marrë në ashta i në zonë a i sen veç deshta do më thonë disa detajet përgjithshme çka ka ndodhur deri tash me këto raportimet. E ceka që e keni nis prej vitit kalum raportimin. Për Qerdhen kopshtin Botanika edhe tani historinë e fundit çka po dyshohet. Okej. Po mundona me thjeshtësu. Komuna e Prishtinës i ndon subvencione qerdheve private. Nën kuptojmë pra që një pjesë të pagesës ja u paguën prindërve për vjushmërinë e fëmijëve tyre në këto qerdhe. Që nevoja apo çka? Jo, realisht shkon me qysh i kanë pagat. Nëse janë pagat më të ulta, do të thonë një pjesë ja u kryen komuna dhe një pjesë i subvencionon që m'ja ndihmu, m'ja ndihmu, m'ja u lehtësu. Po çka ka ndodhur realisht për gjatë vitit 2025, dyshohet se zyrtarët e Qerdhes Botanika kanë bërë lista fiktive, kanë dorëzuar në komunë të Prishtinës, kanë fut edhe fëmijë që realisht e kanë kryer Qerdhen në klasën e 7, në 7-8. Okej. Edhe emri i tyre ka figuruar në lista, subvencionin e kanë përfituar. Po, Qerdhja ka përfitu, paret kanë dalë në xhirollogaritë të Qerdhes. Po prindrit nuk janë njoftu asnjëherë dhe atyne që ju ka taku, domethënë. Ata kanë vazhdu, kanë bërë pagesën e plot, po e marr shembull 250 euro, që realisht ata kanë pas me pagu ndoshta veç 170 euro. E pjesën tjetër komuna më janë mbulu. Okej, e kuptoj. Po, kjo nuk ka ndodhur për shkak se çato pare, dyshohet që kanë përfunduar në xhepa të zyrtarëve të Qerdhes, për çka drejtuesve të Qerdhes, për çka dhe prokuria themelore në Prishtinë është tuhetur rastin që një vet. Okej. Ata akuz nuk ka hala, apo? Jo, nuk ka, që një vet nuk ka akt akuz, që ka qenë shumë shokuese u kanë që 339 fëmijë kanë figuruar në listën për subvencionim e që nuk janë kanë realisht të regjistruar Qerdhe heq. Okej, do më thonë tepër shumë e madhe. Hajde të llogarisim që thonë ka 200 euro secili. Besart, faleminderit shumë edhe për historinë e fundit. Po, historia e fundit çka unë e kum vazhdu tani është se njëna prej të dyshuarve është administratorja e Qerdhes që dyshohet që ka përpilu listën. E njëjta është shkarku vitin e kaluar prej pozitës që ka pas në Qerdhe, po vazhdon 2 fëmijët e saj me i dërgu në Qerdhe, e po vazhdon mos me bë pagesën e plot për fëmijët e saj, se stafi ka një zbritje. Po, sigur krejt qendrat nështë ta që ofrojnë për stafin. Stafin, por realisht ajo nuk është më pjesë e stafit. Po, kush po ja lejon qëto? A lejojnë Qerdhja, drejtues të Qerdhes? Unë kom përgjigje zyrtare, edhe prej Qerdhes, kom edhe prej prokurisë, madje edhe kom prej përfaqësuesve ligjor të zonjës Makolli që është pjesë e storjes, e që ata të Qerdhes më kanë thonë që këta janë t'u janë mbledh fatura, t'u janë dërgu, t'u janë bo me dije që do më thonë që kjo Po, do të thotë që Erdokur ka me bo pagesën e plot, do më thonë ata po e marrin si bërgja, po? Po, llogaritet si bërgj, ndërkaq prej anës saj kjo po i referohet një kontratës që është të respektu, realisht po është pak e çuditshme dhe që ata edhe kum trajtu si rast. Okej, faleminderit shumë Besart, një jemi prapë kur ngritet akta akuza ose nëse ka raportime tjera. Okej, ç'kjo ke do më thonë prej kopshtit Botanika, ke përdorimet financiare nuk janë vetëm në kopshtet e tilla ose në komuna, ka pas në për ministrinë, në për institucionet të ndryshme që kemi raportu vazhdimisht në gazetën nacionale. Është shumë e rëndësishme
që non-stop kemi me i ndjek në çdo emision, domethënë në çdo epizod të radhës, kemi me ju prun, me ju përditsu me të rejat e fundit, domethënë prej këtyne storeve. Kështu që ndjekni sepse janë interesant, edhe pse jo me pa sa funksionon ligji dhe çysh ecin çto procedura. Kthehemi tash prap në emision. Kështu, përderisa i kemi ndjek shumë storje deri tash të kësaj jave, gabimin më të madh që kemi bërë gjatë këtij emisioni është që ende nuk i kemi fut asetin kryesor, një për kryesor, kombëtar, nacional, edhe ndërkombëtar, zotëri Burim Paculli. Burim Paculli. A ka punu Burim Paculli këtë javë, Oqan? Po që s'ka punu Burim Paculli, qëre, burimi do më thonë, pa ta thonë në epizod në farë është një anë i burim ma punëtorve, do më thonë... Shëposh ki shku në Skënderaj. Po, do më thonë... Sa e diju në Oqan, shumë pak ankohen të burimi këta prej Skënderajt. Shumë pak herë e kom një të thonë, po shkojnë Skënderaj si që rrugë. Po, kësa here u shku, u taku edhe me kryetarin Samil Ushtakun e kish taku, i njëjti e kish drejtu pastaj për mdogët e zëvendës kryetari, ose nën kryetari, qëto diska, të një zyrtari i komunës i cili i kish folë. Po e ndjekim njerë storin edhe të kthehemi prap, e kena edhe një story të burimi, do më thonë është edhe ma interesant mas nej, po e ndjekim qëta të pare njerë. Dhe të kurëm kam e në garosh që 2 mujtë pa mujtë mi qitë kur. Paqizme që shbëshene është problem me ecë kënej, me qarkullu kënej. A e kjena kryetarin këto? Kryetar? Ti? Përshëndetje, këto foto të regojnë realitetin e përditshëm të banorëve të lagjës 3 në Skënderaj. Rrugë të pa asfaltuara, balt në çdo hap, vështirësi për fëmijët, të moshuarit dhe automjetet. Në vitin 2026 banorët e kësaj rruge ende jetojnë në kushte që nuk i meritojnë. Kjo nuk është vetëm çështje komoditeti për dinjiteti, siguri dhe shëndeti publik. Ne nuk kërkojmë lëks, kërkojmë vetëm një rrugë normale për të jetuar normalisht. Ju lutem ta ngrini këtë shqetësim publikisht sepse kjo rrugë ka nevojë për zë, me respekt banorët e 7 shtëpive të lagjës Skënderaj. Okej, ka kërku me nejt anonim ky sinjalizuesi që na ka shkruar, hajde gjejna në Skënderaj çet rrugë. Okej, jemi te lagja 3, këshëreni gjendjen e rrugës, do me thonë. Është taman qysh na ka shkru, është krejtësisht balt, në gjendje të mërshme, gati e pakalushme njerëz. Për me pas qartë qysh po e shini në të 2 anët e rrugës ka shtëpi, ka njerëz që jetojnë këto, mos ju po qa bërgjë, me kalu gjdo dit që kënej, çfarë sfide me kalu vetura kënej, do me thonë, gati e pa mundur mos me të prejk dikon. Eksperienca me vetur kur kalën në rrugën krejtësisht të baltosën në lagjën 3 o pa prejke. Në Skënderaj, prej këti aksi, kur fillon ose kur përfundon këto është e shtrume me kupza, mirë po është mbulu prej baltës të cilën e kanë bart veturat kur kanë qarkullu nga kjo rrugë në atë rrugë. Edhe aty poshtë vazhdon përfundon, do me thonë fillon rruga me kupza, saktësisht duhet me qenë 250-300 metra deri në fund që kanë mbet në këtë gjendje kështu. Kjo rrugë që shto, sa po e keni sfidu se me kalu kënej, me ecë kënej, me kerme? Veç me qizme kur dolim. Si qizme ti pas ke mirë, unë e qëre që shumëna? Mos me posa së ndel. E me vetur kënej, qysh kaloni? Me vetur kam e në garosh që 2 mujtë pa mujtë mi qitë kur. Për shka të loqet? Po prek. Po prek, a? Po, as ko kanalizim tenën, as ko i sjelës. Pse ka met në që gjendje? Sa nuk di. A i një anku ne janë komun? Po jenë ankuja 2-3 herë, sa në mi këtë. Qështo ka met, a? Qështo ka metën, dykun jep 200 metra u krejt. E që sa është qështo? Unë e më këto që ja 17 vjetë. Po. Pejse i mordën qështë artë. Pejse i artë, ja?
Shumë interesant se kjo ka dek këto me kubza, edhe ai segmenti atje është prej gjysmës. Dek natyret mia. Po. Është shtruna, çato nolet kanalizimi, çato nolet ujësirse, çato ndërprej rruga. Arsyeja nuk keni, nuk e dini pse. Nuk e di pse. Paqizme që po e sheni, është problem me ecë kënej, me qarkullu kënej. Qitashti na po shkojna te kryetari i komunës, zoti Samiljo Shtako, me pyet pse ka met në qëtë gjendje. Do me thonë, bëhet fjallë, unë e thash 200-300 metra, po këto, në bast asoj që më thanë banorët i jashtë kamerës, bëhet fjallë për një rrugë rrëth 140-50 metra. Hajde? Te komuna e Skenderajt, sa mujta u pastrova. Aloj kam me lëq, të këqyro me kena kryetarin këto. Si e? A je mirë? A e kena kryetarin këto? Kryetari s'ka ka këto. Na kena me provu me siguru një numër ti. Provojna me thirë. Numri që keni thirur, për momentin nuk është në dispozicion. Nuk është të i bo. Kryetar, si e? A je mirë? Që shpo kalën? Okej. Amiri? Amir kushe? Okej. Faktikisht ne kemi intervenu në shumë rrugica vitin e kaluar, në lagjën 3, kemi kupzu shumë nga rrugicat me sigurisht që ka pas nevojë për intervenim. Në pjesën ku ju po flisni, ekziston një problem pronësor, edhe derisa nuk zgjidhet ky problem pronësor, ne nuk kemi mundësi me intervenu. Që është puna aty në faqë që ndërpreja merë? Do me thonë aty në atë rrugën, është prunë private, ajo rruga aty që është dëmtume dhe për ata s'keni mujtë me intervenu po thu? Po, në dokumentacionin që e kemi shiku në drejtorin për gjeodezi, katastër edhe prunë, një pjesë e rrugës, ku ka qenë rrugë publike, do me thonë ka qenë ndërtuar një objekt, pra një shtëpi. Edhe derisa ka qenë një procedurë e kembimit mes banorëve aty, edhe derisa nuk zgjidhet kjo, edhe derisa nuk hapet rruga që me kalu në prunë publike, e gjitha, ne nuk kemi intervenu, e di që është shumë ofër, është shumë proces të zgjidhet si problem. E sa ko zakonisht marrin këto probleme me u zgjidh këto konteste pronësore? Po varësisht kjo varet edhe prej vullnetit të banorëve, për shkak që ekziston pruna private është e shenjtë, edhe do të më shpreh edhe vullnetin banorë që në interes publik, edhe ata shpeshherë me liru një pjesë të prunës. Po a jeni të përfshim edhe jo si komunë aty në diskutimet? Ne jemi përfshi, ne ju kemi thonë që qëllimi i komunës është që me intervenu dhe me bo një rrugë që është me standarde dhe një rrugë të kalueshme për që është në interes të asaj zone, e kemi shprej vullnetin, edhe banorët e kanë mirë prit, edhe janë në proces që me liru një pjesë, pra nëse ka nevoj me kemby një pjesë të prunës komunale me një pjesë të prunës private, veç me qëllim që me u bo rruga në atë pjesë për ata banorë që janë për shkak që gjendja shumë e rëndë, po është pa fajin e komunës. Sa kohë tash te merr kjo deri sa të zgjidhet, çka mundi me bo jo në kompetencat e juve me përshpejtu pak procedurën, për shkak të situatës ke kogja emergjencë? Po, na fatin sa më të shpejt që është, unë besoj që brenda 2-3 muaj mas lartë mund të më kryqë edhe procedurat edhe me rregullu edhe rruga të përfshi edhe punimin e rrugës me kupsa. Do me thonë nëse vina na ka mesi i prillit dikon, po pretendon që ka me qenë varësisht ashtë edhe për i zhvillimeve qysh merrem vesh me... Nëse nuk ka kontest pronësor, po flas, nëse nuk ka kontest dhe mandej rregullohen qëto kontestet pronësore, po flas, sepse ti mundesh me merr vesh me një pjesë banorëve, po del mandej një i tretë që mundet me pengu. Po në momentin që s'kem kontest pronësor, për 3 muaj komuna mundet me rregullu këtë rrugë dhe me botë qarkullueshme, po flas nëse nuk kemi kontest pronësor, na i pretendim po. Që ka qëpëj me njerës, kem me Amir Lustakun, shef i kabinetit të kryetarit këto, varësisht ashtë për i zhvillimeve, deri sa të zgjidhet kontesti pronësor, Amirin a dha një datë pak a shumë, nëse nuk ka një farë problemi delikat pronësor aty, 3 muaj na tha, na jena në janar në fund, shkort, mars, prill, ka mesi i prillit, fundi i prillit, kemi me udok prap të lagja 3 në Skenderaj.
Qëra tash, storja e dytë, edhe që janë storje që trajtohen pak ma rallë prej burimit ke këto të kontesteve pronësore, do më thonë që mu më doken mjaft interesante. Për një uzurpim. Po, do më thonë dyshohet për një uzurpim ato, edhe çështja ishte në gjykat, se cila palë e kish pa ditë se cilin palë, do më thonë me qatë sa mora vesh, shikoj edhe një herë tash, po do të me shku, nëse muj me gjithë burimin këtu. Mujna me ndjek në herë storin, edhe unë foli nëse është burimin zyre me shku edhe taj. Okej, shkojna me storin e dytë të Burim Pacollit. Paramendoje me të ardhë ndërtime, qështo, të prona jote, edhe ti mos me mujt me bo marveshje me ndërtus për shkak se qera marsi ta ka uzurpu pronën edhe refuzën me dalë. Nga jeni rrëfimin e pren kaqinarit. Unë nuk kam thirrë juve për me sqaru pak këtë problem se kam unë me rastin e pronës teme, të cilën e kam dhënë për 3 vjet me qera. Në vitin 2024 me 30-12 i ka skandu kontrata. Edhe une nuk kam marrë deri si i ka skandu afati këtu kontratës, nuk kam marrë absolut me këshyrë këtu të veni, se ka pas kontratë. Po me 5 janar 2025, kur ka marrë me këshyrë shka u bon se su lemru nishë, edhe kanë met pak bërgjë, edhe kur vinë e shëf personin të cilin nuk e njëf fare, kush është taj, dhe unë i thamë, ti jam unë është më që kush je ti për... Ti nuk ja kelqua ti personi? Jo, nuk ja kam shu. Nuk ja kam shu. Tu ka shfaq dikush tjetër? Dikush tjetër. Si qira marë? Po, aty, edhe i thamë, a unë është më të tregu kush je ti. Unë jam vlavi i Sefes. Më ka thonë. Po, unë me ty nuk kam kontratë. Sefa është personi cilën kam bon kontratë. Po. Edhe i thamë, unë me ty s'kam bajnë kur gja me ty, unë me ty s'kam bon kontratë. Po. Ti duhet më maleru pronën sa më shpejt. Edhe dyqysh pak ka kontestu, po kara, tha, a banë më dhonë pak milet. Kam një farë marveshje me Gizin, u thash u kryj sa për dhe 15 dit. 15 dit i ki. Edhe janë kryj 15 dit, kam ardhë, edhe një herë, ka thonë, a mund është edhe një kam të dhanë. Ja kam dhanë, kam thonë zban me lujtë. Zëti lunë, une nuk luj. Edhe nuk ka kryo asaja. Nuk ka kryo asaja. Edhe kimi ardhë dhe një herë, aja herë ka thonë së dalë. Nuk dalë. Shka keni ardhë ju këtu, nuk dalë. Edhe u kryo e punë, kam fillu me polici, s'ka kur gja. Kam prokurori, kam qenë 5 herë të krye prokurori, e kam lutë, ligjin një zotron, unë s'jam për me bon problem, me ligj jam të dash, veni jam, du sa ma shpejt më liru. 5 herë, 5 herë më ka thonë, zotni e ki lambën në gjëkatë. Prokuroria ka ngrit akt akuzë? Ka ngrit akt akuzë, më ka thonë e ki që në gjykatë. Rasti ka shku në gjykatë dhe prej aty ka stagnu? Ka stagnu. Kur ka ndodhë kjo? Kur është ngrit akt akuza? Në mujnë e 2-3 në që aty dykun. Mujnë e 2-3 të vitit 2025? 25, po. E qartë? Po. Gjatë qësoj periude, sa nuk është largu qira marsi prej pronës tone, sa të ka dëmtu ty personalisht? Ka dëmtu shumë. Shumë ka dëmtu, se këtu është veni për ndërtim, të lartë. Unë e kam pas një që për me ndërtus. Jem marrë vesh krejt, me përqinje me krejt. Me shumë për ndërtim? Po, për ndërtim. E kam marru me projekte me krejt, edhe mas se ka kryket, këna pas vish me bo kontrat, më ka thirë, më falë se nuk, muj se probleme s'pëdu. S'pa unë shu, edhe kjo, tha unë se marë. Edhe kalan, edhe aty kam humbje, se këtu janë dikun rrëth 20.000 metra katror. E qartë.
20.000 metra katror, merë me men sa janë këtu, vlera kësaj. Thonë qish po e shohim në këto, ti ko ke rrëtu për ndërtime. Po, vetëm unë kam betu tash. Po. Unë jem këtu, me një pjesë. E vetëmja toka jote që ka metë kështu për shkak problemit. Për shkak problemit, A lemru edhe një investitor. Edhe ai më ka thonë pa liru krejt, nuk moj. Jena marrë vesh krejt, po pa liru krejt nuk moj. Okej. Edhe kështu ka metë. Une e këshna lutë me gjukat, me prokurori, me polici, me mormosa sa më të shpejta, mu liru prona. Se s'jam interesum për me bon problem, ku du, ose funksion në i ligjë, me mormosa sa më shpejt. Na tash po provojna me siguru numrin edhe me kontaktu me Gazmend Fetoshin, këto, i cili vazhdon me qëndru në peronën e zëtit Pren Kaçinari, pavarësisht se i është kërku me u largu dhe ju ka përfundu kontrata e qiradhënies. Si do qoftë, që kena me bot tash, kena me shku të gjykata themelore në Prizren, edhe kena me ksyra, kena me mujt me marrë informacion në lidhje me rastin akt akuza prej prokurorisë veç është ngri, do me thonë, neve që ka po na intereson me ditë në qfar procedure është landa dhe nëse është të ushqyrtu kjo landë, nëse i ka ardhur rani. Hajde? Këtu jemi me Marcel Lekajn, zëdhënës i gjykatës themelore në komunën e Prizrenit. Zoti Marcel, mas parit falenderoj që pranove me u përgjigj kështu spontanisht, shpejt brenda ditës. Atëherë pak a shumë në ta sqarova përmes telefonit situatën, po më intereson me ditë çështja, kontesti pronësor në fjalë, në çfarë faze, në çfarë procedure të gjykimit është aktualisht. Atëherë burim për landën për kontestin në atë pronë mes palëve të njëjta, në gjykatë janë të zhvillu 2 procedura kontestimore, pra në divizionin civil, në një landë të inicuar në korrik të vitit 2025, paditësi Gazmend Fetoshi ka padit palën Pren Kaçinari për kërkesë padim pengim posedim. Për këtë landë janë marrë 2 seanca, një në tetor dhe një në dhjetor. Në dhjetor gjykata ka dalë vendin e ngjarjes, e ka konstatu gjetur atë vendin e ngjarjes edhe e ka urdhëruar një ekspertizë. Ekspertiza është pranuar në mes të janarit, do të thonë në mes të këtij muajit, tash pasi gjykata ka pranuar ekspertizën, do ta caktojnë edhe seancën e radhës. Fillimisht ja dërgon ekspertizën palëve dhe pastaj cakton seancën e radhës. Për të njëjtin pronë, për të njëjtin kontest, në nëntor të vitit 2025, pala Pren Kaçinari ka padit palën të paditur Gazmend Fetoshi edhe i njëjti kërkon lirimin e pronës dhe kompenzim dami sipas dokumenteve që ata kanë paraqit prova materiale bashkë me padin, po për këtë landë ende nuk është caktuar një seancë radhës për shkak se u zhvillu një kontest paraprak për pengim posedim, e cila për nga natyra është më urgjente dhe do në trajtim pak më shpejt. Okej, zakonisht të e marrë parasysh edhe seriozitetin e rastit, sa kohë marrin këto raste në gjykim edhe në vendim? Po landë fillojnë trajtohen prej anës gjyqtarëve të caktuar duke marrë parasysh prioritetin ligjor që ata e kanë, duke pa që landa është dorëzuar në korrik edhe me njëherë ka fillu mu trajtu në tetor, janë marrë 2 seanca o dalë në vendngjarjes, kjo është trajtim brenda fatit shumë shpejt, për shkak edhe të natyrës kontestit landës që pengimi i posedimit të një prone, ndërsa landa tjetër thash është për çështje të kompenzimit të domit, ajo merr pak më shumë kohë sepse njëherë duhet zgjidhet çështja e pengimit dhe shfrytëzimit pronës dhe pastaj të vazhdohet me çështjen e kompenzimit. Zoti Lekaj, falenderoj shumë për përgjigjen, kalofsh sa më mirë. Faleminderit shumë, punë të bërë. Ishte ky Marcel Lekaj nga gjykata themelore në Prizren, i cili na tha që çështjet rasti është të shqyrtu, do me thonë, tashmë në kohë rekorde në bazë të standardet që i ka kjo gjykata aktualisht. Si do qoftë na kena me najt në rjedha, kena me i përcjellë dhe seancat gjithësore mos harroni, unë jam Burim Pacolli me që ta mërim gjenin kejt platformat, siguroni një follow.
Qëra, burimin aktualisht dhe më thonë e këshirëm storën, po burimi nuk është këtu. Kështu që nuk mujtë me tira vë në telefon, tha që kom dorë. A që jesë mbe qëtë pjesë burimit të thonë që jam largë? Po, jo, letë përfshijet që ka veç pak, po pauzojmë veç një sekundë, dhe më thonë që mja o faktu e qytetarëve si së rajna, vëllaj. O, mu dasht, po qatere dashta me hi, veç mi u kalëzu që e po tani ta kem, mu dasht me dalë shpejt. Po, jëm largë që tash, jëm këtu të kjo mullire. Okej, hajt, thuj për përfolin na. A me improvizu në i thanë, nëse mundet me prit. Ja, jena vanu shumë, hajt se veç e lëshujmë storin në s'kem qa bujmë. Hajt, u bo, hajt, veç para lejmë rajën e kështu, hajt, sorry njere, se po ta ta kem. Okej, pro storia ke me një uzurpim cilën me gjos do të me vazhdu me ndjek Eriola në për gjykata, apo nëse bëhet çështje... Normalisht, po, do më thonë çështja ish në gjykat, edhe tashmë veç ishin mbajt seancat e para gjyqësore. Tash do më thonë njëna palë ka interesin sepse po dënë me lëshu për banesa, tjetra palë ka investu edhe s'po dënë me liru. Janë konteste brëndësore që shpesh herë edhe hasim to në për Kosovë. Albër, për pos Skenderajit edhe pjesës komunës tjetër. Po thu që e banëm bërlëk, ha? Qëre, po du me dalë të bërlëk Arbër se e ka bu bërlëk tjetër kush. Kush e ka bu? Po du me dilon do pami me u iluminu t'i vetë, kur të këshërsh kështu. Jem pamje prej mbeturinave, do më thonë gjendja që është në bërë krye qytet, që disa ditë. Tash që jena të gjiru, pamja është që kështu në bërë qytet. Në Prishtinë, do më thonë jena të full. S'kjo zendja që kam betë, do më thonë, prej që e ka marrë postin e ri, do më thonë, kryetari për parim Rama, nuk e di që është ndodhë, ka dalë me një njëftim, që diçka po dojnë me financu me mbështet kompanim pastrimi, opozita e komunës, do më thonë, njën të ngri dyshime që këtu janë të ubo pazare mes partive politike për me arrit koalicion, po i këshyrim njerë pamjet, le të shojnë e qytetarët, edhe pastaj kthehemi prap, nëse keni pamjet të tilla ose ankesat të tilla në për komuna, mos hezitoni me i dërgu në Nacionale ose të Arbër e Ramadani ose Qandërmaku në Facebook, edhe vim dikush prej gazetarëve vjen, i ndjek edhe i shfasim gjithashtu në për emision. Okej, përveç që kompanit nuk i kryjnë punë të tyre, përveç që komuna nuk është e përgjeshme sotët, edhe ne si qytetarë shpesh herë jemi të pa përgjeshëm në këtë kontekst. Fotografi, fotoreporteri jonë, Visar Kadrolli, ka gjiru me drën mbi liçenin e Badovcit, si dhe ka bë disa fotografi të gjendjes mbi këtë liçen, të gjendjes që kanë pru qytetarë duke hedhë mbeturina. Ta ndjekim.
Orbër, qëtu kënë do më thonë pjesë edhe storjet bërlogut. Bërlog këtu bo literalisht edhe në Podujevë, tragjikisht. Një jeri Orbër, një zdi a i ke kësyrë do pami, në publiku edhe nacionale, do më thonë një jeri të ikë në për rrugët e qendrës Podujevës. Me kalash në dorë. Do më thonë këtë me ruse. Jo, që kjo është e rubrika e jaj. Jo, kjo ke fatkeqësisht ke për një me. Do më thonë, çka ke ma shqetësuse, dollën e do video në për mediume tjera, ku kjo me kalash në dorë, unë alke dhe folke me do, edhe u afrejke kisha adin, okej, juve pja o fali. Njoni rege kështë për basë. Po, apëtin, po qysh asë një qytetarë, do më thonë, e të fol me ta nuk tentoj ke, nuk e di nështë dhe rëzi, se di, po do më thonë nuk e di nësë ato momente, nështë vetë reagimi, më kish ardhë, kisha thonë... A më qanë qa ke qështja, me kalash dorë kënë e gjujtis? Do më thonë, a i vis ish dali, kish shkrep do pluma, edhe i shkon të ikë. Ta në njekëshin policia në kom? Po, ta në kem 5 policë, të ndjekim qëto pami edhe të kthejeme njëherë të flasim për qëto në gjare që ka për në të rënditin ka njëherë. Qështu Orbër, e mira është që u arrestu, edhe e mira është që nuk pat të lëndum. Do më thonë, kjo është... Dejtash është komike, masi me qenë se nuk ka viktima, si po mjaftu policia të e njekë me kalash dorë. Ka mujtë me konë storja e parë, sëtë. Po, ka mujtë me konë shumë. Po, dhe se na i nga të folë, shpesh herë në si raste, më ngujtojët, se unë e shpesh thëmë, okej, që kjo pajisja me leje, për armë, do më thonë, sikur që ta zyrtarë që u arrestunë, se gjithë kush janë nisi me pas armë me leje, do më thonë, abdin edhe të e majtë me veti, sepse nuk e kuptojnë dalimin leja e bardë, leja e gjelbë. Që është mobilje për me veti. Po, dhe qka është për me lanë shpe, krejtë këtu. Une gjithë më kujtojtë në kësi rastës, une gjithë thëmë, në është ta persona që jenë mësumë me armë, atin në është ta si qdash mu dënu kur. Po do më thonë, nëse Oceani e ka një armë, me leje, pa leje, unë e mënej që kjo du të mu dënu. Kërruju vidi. Du të mu dënu. Apo që e mojke kaloshin kështë. Po da, e mojke abdin, e mojke si... A i ta vre taksistin të... Po, do më thonë, qas letë, qas me letësim, kujtojtë gjithmonë, glau kënju më ca kur e thët ata për Dardan Bashë. Që thëtë, amenën i thëtë që kur del do të me evaku, gjithë thëmë, do më thonë, që ta persona që më pa përvoj, a është mirë më adin, me i evakuus atje në burg. Okej, Orbër, sa i përket si sa në i pomë qëta policë, do më thonë të e ndjekit qytetarin, policia kena mujtë me metë pa një policë. Do më thonë, adin, po e thamë edhe këta pasi që s'ka pas lëndum, adin. Së dhe kjo është tragikomike, përsëri. Po, do më thonë, ka pas lëndimet leta, ka qenë një aksident Orbër që po e përcillim një herë videon të shohin edhe qytetarët dhe pas ta i kthejme i komentojmë pak në qëto finesa tona. Kë polici pështej për pak, po një aksident tjetër cilin e ka kop. Vesë të e këti s'ka qëtu, shumë komente pat, do më thonë... Si kom këshyra komente? Po, jo e këshyra që pat komente shumë në rrjete sociale, do më thonë ku qytetarët këshin thonë që edhe polici vendalimi, pika e ndalimit është shumë e keqe. Po, e shpertat. A një me shkone keqe? Nuk e di, nuk më shumë me konstatuone se kamerat e sigurisë e tregëshin kështu një farvendi, po krejt shkrujshin dhe më thonë që ashtu unë e di. Nashta se pas nga këshyrë që të dhët me po. Nuk e di, dhe më thonë nuk pat diska dritë ose diska sinjalizuse dhe ajve që konë shpejtësi dhe del pi kontrolit komplet, kështu që ka mujtë me rreziku jetën, ka mujtë me konë tragjike. A më të polici ke pak edhe kështu fet, adin? Po, jo shumë shpejt ka i. Me siguri e ka një ajo. Ama kështë ngojke. Unë po thonë fet në këtë pjesën që ngojti, do më thonë se ti e fet për dere sa mund është me pështu vetën, Orbër. Qërë, kjo është fat në fatkeqësi, do më thonë kështu. Mirë që s'ka pas në i fatkeqësi matë madhe, lëndimit ju nga të leta. Që ta qytetarët, që po shkruj në komente, për shembull që jep dikush edhe një, është ekspert në sajtë. Po, e din qatë fushë ose është ish policë ose diçka,
Letnijet i lirë me na kontaktu në nacionale për qësi raste, edhe me thonë Ja marrim mendimin, po. Edhe do më thonë i këshëm përfshi realisht, se mos mesim ves në sektor të komenteve. Dalim edhe me video dhe të flasim edhe mundet me pas ekspert të fushës shumë që mund me përfshi. Sepse qytetarës që nuk është që nuk bashkëpunujnë, nuk dalim kështu vetë me video, po ta zonë edhe një aksident i cili u raportu në nacionale, erdhi prej qytetarëve, që ishte në Prishtinë, edhe ato që anë ke, si me thonë, ka mujtë më konë lojmë i parë që kë, fatkeqësisht për të keq, por që fatmirësisht nuk ka pas viktima, megjithëse aksidenti duke i të mërshëm. Aksidenti ke i të rishtu shumë, do më thonë me pak kështu prej pamjeve. A i ndikim pamjet e aksidentit? Qëto kem pami, do më thonë, prej sti aksidentit mërshëm, do të me cek, qëto nuk qenë kanë dërgu me prej qytetarëve, do më thonë, fotografi Visar Kadrolli pas ka shu në vend në gjarës, edhe i pas ka siguru... Ka shkon Visari. Po, e pas ka bu pak punën ma të mirë se sa na gazetarët ka njerë kështu. Okej, qka kena diçka më fund arbër? A kena sot rubrikën e jaja? Jo. Përveç para rubrikës e jajt, tash që kam e që një prime i gjatë, e kemi rëfimin, rëfim s'kemi, po... Rëfimin personal, a ka me kajt? E kemi linjën e jetës të, më duke dhe goj linjën e jetës e Riola. Kush e populli me? Berat Buzholla e ka një storje të lojmeve ndërkombëtare, të edhin që e kemi një sektor të lojmeve ndërkombëtare. Berat Buzholla ka folë mbi çështjen se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas disa mediave, sipas disa burimeve, veç po përgatiten për me e sulmu Iranin. Ta ndjekim storjen e Berat Buzhollës. Thuhet që Bill Clinton ka vendos me bombardu Serbin, masi që ka plas skandali i tij me Monika Lewinskin me asistenten. Thuhet gjithashtu që Trump ka vendos me sulmu Venezuelen para disa jave, në mënyrë që me shmang debatin, me mbyt debatin që po zhvillojnë Amerikë rreth dosjes Epstein edhe miqësisë tij me Jeffrey Epstein. Nëse edhe matutje vlen që kjo logjik, është çështje e orëve kur Trump ka me sulmu Iranin. Veç një sulm i tillë e zhvendos vëmendjen prej zhvillimeve të brendshme e dramatike që po ndodhin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aq dramatike janë sa që TikTok ka vendos me i cenzuru edhe me ja ul riqin krejt aty në videove që e përmenin shtetin ku po ndodhin vrasjet. Nashta veç që shtu më i mju të regu, se manes nuk po dalin, nuk po shfaqen. Përveç demokratëve, frustrimin ndaj veprimeve të funit, Departamentit për Siguri Kombëtare është rrit edhe në mesin e republikanëve, por edhe mediave pro-Trump, siç është Fox News, që po kërkojnë rënje të kokave në administratë për rastet e fundit. Prandaj qysh me dal prej kësaj spiralje të lajmeve dhe të zhvillimeve. Me sulmu Iranin. Tash, një digresion i vogël, një kthim prapa i vogël. Unë personalisht nuk besoj që një me Clinton e ka sulmu Serbin ose Trumpi e ka sulmu Venezuelen veç për me zhvendos vëmendjen prej problemeve të brendshme. Unë besoj që nëse e kanë pas nërmen me i sulmu, atër zhvillimet e mrenshme munën me ndiku që sulmi më ndodh pak ma heret ose pak ma vonë. E njëjti fat, besoj që po e pret edhe Iranin.
Nëse Trump e ka pas ndërmend me sulmu Republikën Islamike, tash po duket që është momenti më i përshtatshëm. Aeroplan mbrojtësi amerikan Abraham Lincoln është stacionu në një largësi prej cilës mundet me u godit Irani. Kjo aeroplan mbrojtëse ka kohë që është nis drejt kësaj zone me synim dhe me mesazh të qartë për Iranin. Ose hajde ulu dialogojmë seriozisht për një zgjidhje paqësore të problemit të armëve bërthamore, ose ma ne unë foli me ty përmes aeroplan mbrojtësës. Ani agendet në fërsi t'i ndis edhe Omanit, jo shumë larg Iranit. Gjitha shtetet i kanë garantu Iranit që nuk e lejojnë Amerikën me përdor hapësirën e tyre ajrore për me sulmu Iranin, mirë po ndoshta as nuk ka nevojë. Trump strategjinë e njëjtë e ka përdor edhe në Venezuelë. E ka izolu me një aeroplan mbrojtëse, pastaj një notë bukur dhe pa vranësira e ka godit. Sigurisht që Trump dhe Amerika nuk e ka ndërmend me u fut në Iran me trupa toksore. Mirë po gjithashtu, askush nuk e din se çfarë lloj të operacionit e ka ndërmend me ndërmarr Donald Trump. Mediat po raportojnë që Ajatollahu Hamenei është duke u fshet dikun në tunele nën toksore prej frikës fatit Madurës. Në anën tjetër, Turqia është duke provu me ndërmjetësu, mirë po Trump është i prerë. Nuk po don lojna, nuk po don negociata gjata, nuk po don ngrehë mos këput, për dallim prej maheret, këtë herë te Trump po vret edhe një hollësi. Herë tjera Trump i ka lidh kërcënimet me Iranin me protestat. Pra i thoshte nali protestat mos vroj. Tash në postimin e funit që e boni sot, nuk i ka përmend më protestat. Ka tjetër fokus, marrëveshja bërthamore edhe kushtet e saj. Pra rrëfimi moral i mbrojtjes protestuesve po zëvendësohet me rrëfimin strategjik Irani pa armë bërthamore dhe pikë. Vitin e kalum, SBA e ka sulmu Iranin me një bombë masive duke i godit laboratoret nën toksor, në dobjeshk të mëdhaja. Është dyshu që Irani ka pas arrit me i tërhiq materialet e uraniumit varfrum prej aty në tuneleve. Sidoqoftë nota ka më konë gjatë, kurse Trump është duke e shfrytzu me të madhe dhe karakterin e tij si person i paparashikueshëm. Irani ose ka me bë luftë ose ka me u dorëzu shpejt. Një luftë në Iran ka me pas efektet mëdha për çmimin e naftës nëpër botë, ndonë se Amerika duke e pas tash Venezuelën dhe burimet e naftës atje disi në kontroll, ka m'ja dal ma lehtë me këtë problem. Prej ngushticës Hormuzit, për çdo ditë kalojnë rreth 25% e sasisë botërore të naftës. Për dallim prej Venezuelës, Irani ka impakt shumë më të madh global. Interesat e Kinës edhe Rusisë në Iran janë shumë më të mëdha se sa në Venezuelë, kurse numri i shitëve në botë është jashtëzakonisht më i madh se sa banorët e Venezuelës. Mendohet që diku në botë janë mbi 100 milion pers, pastaj numri i shitëve jo pers është gjithashtu jashtëzakonisht i madh, cilët sensibilizohen, alarmohen në rast se shteti i tyre am futet në luftë. Janë disa shtete që implikohen këtu. Implikohet Libani, implikohet pra Irani, implikohet Iraku, i cili gjithashtu është me shumicë shite, implikohet Jemeni, pra e gjithë lindja e mesme. Po mos harrojmë gjithashtu se në distancë gjeografike edhe Rusia edhe Kina janë jashtëzakonisht afër me Iranin. Kanë investu shumë në Iran. Përfshirja e Iranit me një konflikt në Shtetet Bashkuara të Amerikës është një pikë pyetje shumë e madhe. Kërkush nuk e din ku ka me fillu e ku ka me mbaru. Bile mediat kanë raportu që edhe Izraeli, që e urren Iranin për vdekje, ka bisedu me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe i ka thonë mos u nxito. Po, në fakt, që kjo është karakteristika kryesore e presidentit Trump. E po me Grenlandën, atje beso që e ka arrit një marrëveshje për baza amerikane të përjetshme ekstraterritoriale, ku Amerika ka suverenitet plot në bazat e saj ku do ta ketë ushtrinë.
ta shohim se si kanë me u zhvillu ngjarjet në Iran, më lejoni veç pak me ju tregu këtu. Pra, Abraham Lincoln është nis para disa ditëve prej këtu, që është në Patsur, edhe ka zhvillu këtë rrugë këtej, edhe ka ardhur goxha shumë, edhe tash ajo gjendet saktësisht këtu. Pra, Irani është deri këtu, shumë afër, ndërsa Teherani është shumë analt. Këtu është India, këtu është, po besoj është Pakistani dhe Bangladeshi, këtu është Omani, këtu janë Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Jemeni. Krejt këto shtete i kam thonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e lejojnë, do më thonë se Amerika ka baza armana tjera, dhe i kam thonë, nuk lejojnë me përdor hapësirën ajrore tonë me godit Iranin, sepse ato po friksohen që Irani ka mi godit ato. Amerika që ka bo, kjo aeroplan bojtësja, është jashtëzakonisht e madhe, edhe e ka avit këtu, edhe po dënë, do më thonë, direkt me interferu në Iran, pa i prek hapësirat tjera ajrore. Ato të zhvillohet sot, nuk e din kërkush. Nashta nuk e din as Donald Trump. Që kjo ke prej Berat Buzhalës, do më thonë nëse s'kina i sen me shtu, vazhdojmë direkt tek rubrika e fundit. AI, ha? AI. Të rubrika AI e kemi një ngjarje në Podvijev 1 megawattë. Jo, nuk është kjo me AI, do më thonë e kena një ngjarje tjetër, po më doket që është në Prishtinë. Nuk unë me ditë, është kryeministri në detyrë që pritet me qenë prap kryeministri Albin Kurti, ja ka nisë fitnessit. Do më thonë... E qka ka këtu me AI? Ja ka nisë fitness? S'ka me AI, pretash. Qërë s'ka është me AI? Të kësë ja nisë fitnessit? Une jëm tepër i gëzushëm, do më thonë jëm gëzushëm, Jam i gëzum shumë. Po, i gëzum shumë, që Albin Kurti është një prej të vetëmve, do më thonë prej të parëve, që e ka mojtë premtimin që ja thu vetës për vitin e ri. A din që thu një janar, kom ja nisë fitnessit e dietës, kjo është personi i parë, do më thonë, që shtu mundë dhe po premtimet, jo veç për fitness. Ja. I mund. E qka ja ka nisë fitnessit të dhe? Ja ka nisë fitnessit dhe tani ja nisën do memes, kështu do më thonë, mos bje ka ta mbrojt e napër. Jo, shumë mirë që ja ka nisë. Mos bje thot aty në pushohet një anë e vipunës se jam vetë zhvill. Ngëm, ja nisën me bo meme, kështu në për rrjetet sociale, ishë përdashin foto me montaj, do më thonë... Ty ta është e ke po të arsysh me beshtin e mision, se mos më menon dikush që... Po, se ja fryshin ka pak dur, do më thonë, e bëjshin pak... Jo, kjo ke ma shumë, as nuk e jaja, përdin, veç po du me thonë sa herë po ma shtromi qëtu prej fotografive në i 50 vjesara dhe me nën. Jo, ti, gazetari dhe qanë të nënku, është ka jo fëmden votusteve të vendosis, se kë menon që... Ti e të menu që ata menu që është me jaja, po që e për foto. Jo. Edhe i kështim dhe në rubrikë. Jo, qëre, shqyqyrë zote janë të gjiru kamerat në stop, edhe para që sonë, ta sëllën me shtia, dhe nëse unë e komplet opcione, edhe qesim bashkët pjesën ku arbërë të Peshtina Albinin, edhe e sheni paka shumë qësh funksionan me të kurthu dikush. Po e shojmë pak në shkurt, do më thonë që a fa arbërë. Te jaj me shti qëtë që ja ka një skurti fitnesset që dole ndo kështë me muskuj Albinin. Okej. E a fusim qëtë? Po. Qështu pra, të ndëruar mes, këtu për e sheni që unë jema i ndershme gjithmonë, kjo është aj personi që i bëm këtu dresni. Okej, e fëtëm të rubrika, ja i veç me të regu që alo nuk i ka bë musklit, për nashta dhe i bën i bën. Armen. Okej, qanë që kjo ke për emisionit POV nacionale, deri të djelen e arshme, mirë mbet që ditën e mirë, natën e mirë, ku shë këqyrë reprizën. Natën e mirë, si dhe gaj.